Në arkivat e Kuvendit të Shqipërisë, në një dosje të mbyllur me vulë të kuqe dhe kodin konfidencial, nivel 3, mungojnë 5 faqe. Këto faqe nuk janë humbur aksidentalisht, ato janë hequr me kujdes, me një prerje të pastër, sikur dikush donte që historia të mos I gjej kurrë. Dosja mban datën 28 tetor 198, ditën kur Kushtetuta e Re e Shqipërisë u miratua me një shumicë që askush nuk e kishte parashikuar. Por ato 5 faqe që mungojnë përmbajnë diçka që mund të shpjegojë çdo gjë: shënimet e dorës së Sabri Godës, takimet sekrete midis socialistëve dhe demokratëve, dhe një marrëveshje që nuk duhej të ekzistonte kurrë në letër. Kush I mori ato faqe? Pse u hoqën pikërisht në ditën kur Godo u largua nga jeta publike? Dhe më e rëndësishmja, çfarë fshenin ato shënime që edhe sot, pas më shumë se 25 vitesh, dikush nuk dëshiron që ne t'i dimë? Sabri Godo nuk ishte thjesht një politikan. Ai ishte arkitekti I diçkaje shumë më të madhe, një kompromisi që shpëtoi Shqipërinë nga një luftë civile e mundshme. Por çmimi I atij kompromisi ishte një sekret që ai e mbajti deri në frymën e fundit. Në këtë dokumentar, ne do të zbulojmë rrugën e fshehtë që çoi në Kushtetutën e 198, takimet që nuk u regjistruan kurrë zyrtarisht dhe telefonatat që ndryshuan historinë e një vendi të tërë. Imagjinoni një dhomë të vogël në katin e dytë të një hoteli në qendër të Tiranës, në një mbrëmje të ftohtë të janarit 198. Jashtë, tensioni politik është kaq I fortë sa që njerëzit flasin hapur për mundësinë e një konflikti të armatosur. Brenda asaj dhome, 3 burra ulen rreth një tavoline të vogël prej druri. Njëri prej tyre është Sabri Godo, me sytë e lodhur pas muajsh negociatash të dështuara. 2 të tjerët janë përfaqësues të 2 forcave më të mëdha politike të vendit, forca që janë betuar publikisht se nuk do të ulen kurrë në të njëjtën tavolinë. Por këtu janë, në këtë dhomë sekrete, duke diskutuar diçka që do të ndryshonte gjithçka. Askush nuk e di se kush I thiri ata atje. Askush nuk e di se çfarë u tha në atë takim. Por 3 ditë më vonë, diçka e çuditshme ndodhi, të dyja palët filluan të flasin për kompromis të mundshëm. Si arriti Sabri Godo ta bëjë të pamundurën? Çfarë u premtua në atë dhomë që ndryshoi mendjen e njerëzve që kishin betuar se nuk do të lëshonin kurrë? Historia e Sabri Godës fillon shumë më herët, në një kohë kur Shqipëria ishte një vend krejtësisht ndryshe. Ai lindi në 128, në një familje intelektuale që e donte letërsinë dhe filozofinë më shumë se politikën. Por historia kishte plane të tjera për të. Gjatë regjimit komunist, Godo punoi si mësues dhe shkrimtar, duke mbajtur një profil të ulët, duke shmangur konfliktet, duke mbijetuar në një sistem që nuk toleronte mendime të ndryshme. Ata që e njohin atë nga ajo kohë thonë se ai kishte një aftësi të rrallë, aftësinë për të dëgjuar. Ndërsa të tjerët flisnin, ai dëgjonte. Ndërsa të tjerët debatuan, ai vëzhgonte. Dhe kjo aftësi, kjo durim I jashtëzakonshëm, do të bëhej arma e tij më e fuqishme në vitet që do të vinin. Kur sistemi komunist ra në 190, Shqipëria u zhyt në kaos. Partitë e reja politike u shfaqen si kërpudha pas shiut, secila duke pretenduar se kishte zgjidhjen për të gjitha problemet e vendit. Sabri Godo themeloi Partinë Republikane në 191, jo si një parti të madhe pushtetare, por si një forcë moderuese, një zë arsyes në mes të ekstremeve. Shumë e quajtën naiv. Si mund të mbijetonte një parti e vogël, e moderuar, në një peizazh politik ku të gjithë bërtisnin dhe askush nuk dëgjonte? Por Godo e dinte diçka që të tjerët nuk e dinin, në politik, ndonjëherë zëri më I qetë është ai që dëgjohet më mirë kur të gjithë të tjerët janë lodhur nga bërtitja. Vitet e para të demokracisë në Shqipëri ishin kaotike. Ekonomia u shem. Njerëzit humbën kursimet e tyre në skema piramidale. Dhuna politike u bë e zakonshme. Në 197, vendi ishte në prag të një lufte civile. Armët ishin kudo. Besimi në institucionet demokratike ishte në nivelin më të ulët të mundshëm. Dhe në mes të gjithë këtij kaosi, Sabri Godo bëri diçka që shumë e konsideruan vetvrasje politike. Ai propozoi një kushtetutë të re që do të kërkonte bashkëpunim midis të gjitha forcave politike. Kolegët e tij e paralajmëruan, kjo nuk do të funksionojë kurrë. Ata urrejnë njëri tjetrin shumë. Por Godo kishte një plan që askush tjetër nuk e shihte ende. Në muajt e parë të 198, Godo filloi një seri takimesh që nuk u regjistruan kurrë në asnjë protokoll zyrtar. Ai takoi me liderë të gjitha partive, por jo në zyrat e tyre, jo në ambiente publike.
Ai I takonte ata në shtëpitë e tyre, në kafene të vogla në periferi të Tiranës, në vende ku askush nuk do t'i njihte. Dhe në këto takime, ai nuk fliste për politikë në mënyrën tradicionale. Ai fliste për fëmijët e tyre, për shqetësimet e tyre personale, për atë që ata donin vërtet për Shqipërinë përtej retorikës së partisë. Një ish antar I kuvendit që pranoi të fliste vetëm në kushte anonimiteti, thotë, Sabri kishte një mënyrë të veçantë të bënte të ndjeheshe I dëgjuar. Kur flisje me të, nuk kishe ndjesinë se po negocioje me një kundërshtar politik. Kishe ndjesinë se po flisje me një mik të vjetër që vërtet kujdesej për ty. Por pas kësaj fasadë të butë, Sabri Godo ishte një strateg I ftohtë. Ai mbante shënime të hollësishme për çdo takim, për çdo premtim, për çdo shqetësim që njerëzit I shprehen atij në besim. Këto shënime nuk ishin për t'u përdorur kundër tyre, ato ishin për të kuptuar se çfarë donte vërtet secila palë përtej pozicioneve të tyre publike. Dhe kur erdhi koha për të hartuar kushtetutën e re, Godo e dinte saktësisht se çfarë kompromisesh mund të bëheshin, cilat linja të kuqe nuk mund të kapërceheshin, dhe si të strukturonte një dokument që të gjithë mund ta pranonin pa e ndjer veten të mposhtur. Procesi I hartimit të kushtetutës filloi zyrtarisht në mars 1998. Por puna e vërtet kishte filluar muaj më parë, në ato takime sekrete që askush nuk I dinte. Godo kishte krijuar një rrjet të fshehtë komunikimi midis liderëve që publikisht refuzonin të flisnin me njëri tjetrin. Ai ishte ndërmjetësi, përkthyesi, ndërtari I urave. Kur një palë kishte një shqetësim, ai e çonte atë te pala tjetër në një formë që nuk dukej si kërcënim. Kur dilte një konflikt, ai gjente një formulim që të dyja palët mund ta pranonin pa humbur fytyrë. Ishte një punë e lodhshme, e pafundme, që kërkonte durim të pafund dhe një kujtesë të jashtëzakonshme për detaje. Por jo të gjithë donin që ky proces të suksesshëm. Kishte forca brenda të dyja partive kryesore që preferonin konfliktin mbi kompromisin. Për ta, një kushtetutë konsensuale do të thotë humbje e pushtetit absolut. Ata filluan të sabotojnë procesin në mënyra të holla, duke rrjedhur informacione të rreme në media, duke organizuar protesta, duke kërcënuar se do të tërhiqeshin nga negociatat. Dhe në mes të gjithë kësaj, Sabri Godo vazhdonte të punonte në heshtje, duke riparuar çdo dëm, duke qetësuar çdo tension, duke mbajtur procesin gjallë kur të tjerët donin ta shihnin të vdekur. Një nga momentet më kritike erdhi në qershor 1998. Një draft I hershëm I kushtetutës u rrjedh në shtyp dhe reagimi ishte I ashpër. Të dyja palët e akuzuan njëra tjetrën për tradhti. Dukej se gjithçka do të shkatërrohej. Por atë natë, Sabri Godo bëri diçka të pazakonshme. Ai thiri një takim urgjent, jo me liderët e partive, por me njerëzit që kishin më shumë për të humbur nga një dështim, intelektualët, juristët, aktivistët e shoqërisë civile që kishin punuar në draft. Dhe në atë takim, ai u tha diçka që ndryshoi gjithçka. Ne nuk po shkruajmë një kushtetutë për parti. Ne po shkruajmë një kushtetutë për popullin. Dhe nëse ne e harrojmë këtë, atëherë kemi dështuar para se të kemi filluar. Këto fjalë u përhapën. Njerëzit që ishin në atë takim filluan t'i përsërisnin ato. Dhe ngadalë, narrimi filloi të ndryshonte. Nuk ishte më një luftë midis partive për pushtet. Ishte një përpjekje kolektive për të ndërtuar diçka që do të mbijetonte përtej ciklit të ardhshëm elektoral. Godo kishte arritur të rifrymëzonte procesin duke e kthyer atë nga një lojë me shumë zero në një projekt kombëtar. Por kjo nuk do të thotë se tensionet u zhdukën. Ato thjesht u zhvendosën në një nivel tjetër, më të fshehtë, më të rrezikshëm. Në korrik 198 ndodhi diçka që nuk u raportua kurrë në media. Sabri Godo u sulmua fizikisht jashtë shtëpisë së tij. 2 burra të panjohur e shtyn atë dhe I thanë, ndaloje këtë lojë ose do të pendohesh. Godo nuk raportoi incidentin te policia. Ai nuk I tha askujt, përveç një rrethi shumë të ngushtë miq. Por nga ajo ditë, ai filloi të marrë masa sigurie që nuk I kishte marrë kurrë më parë. Ai ndryshoi rutinën e tij ditore. Ai filloi të takohej me njerëzit në vende të ndryshme çdo herë. Dhe ai filloi të mbante kopje të gjitha dokumenteve të tij në vende të ndryshme, sikur dinte se dikush mund të përpiqej t'i shkatëronte ato. Kush ishin ata burra? Kush I dërgoi ata? Dhe pse Sabri Godo nuk foli kurrë publikisht për këtë incident? Këto pyetje mbeten të papërgjigjura edhe sot. Por ajo që e dim është se pas atij incidenti, Godo u bë edhe më I vendosur. Ai nuk u tërhoq.
Ai nuk u frikësua. Ai vazhdoi punën e tij me një intensitet që habitën edhe bashkëpunëtorët më të afërt. Ishte sikur ai e dinte se koha po mbaronte, se dritarja e mundësisë po mbyllej dhe se nëse nuk arrinte ta përfundonte këtë punë tani, ajo nuk do të bëhej kurrë. Në gusht 198, drafti final i kushtetutës ishte gati. Por kishte ende një problem të madh, si ta bindje kuvendin ta miratonte atë. Shumica e nevojshme ishte e lartë dhe kishte deputet nga të dyja palët që ishin skeptik. Sabri Godo e dinte se nëse votimi dështonte, gjithçka do të shkatërrohej. Prandaj ai filloi një fushat intensive, duke takuar deputet individual, duke dëgjuar shqetësimet e tyre, duke gjetur mënyra për t'i adresuar ato pa ndryshuar thelbin e dokumentit. Ishte një punë e lodhshme, e pafundme, që kërkonte një durim që pak njerëz e kishin. Një ish deputet që pranoi të fliste për herë të parë pas më shumë se 20 vitesh, thot, Sabri erdhi në zyrën time 3 herë në një javë. Ai nuk më kërkoi votën time drejt për drejt. Ai thjesht donte të dinte se çfarë më shqetësonte. Dhe kur i thash se isha i shqetësuar për një dispozitë specifike që mendoja se mund të keq interpretohej, ai nuk u përpoq të më bindë se isha gabim. Ai thjesht tha, le ta shohim së bashku si mund ta bëjmë më të qartë. Dhe ne e bëm. Ai gjeti një formulim që ruante qëllimin e dispozitës, por e bënte atë më të qartë. Kjo ishte gjenia e tij, ai nuk luftonte kundër shqetësimeve të njerëzve, ai integronte ato në zgjidhje. Por jo të gjitha problemet mund të zgjidheshin me fjalë të mira dhe kompromise teknike. Kishte çështje thelbësore ku palët kishin pozicione të papajtueshme. Dhe këtu erdhi momenti më i rëndësishëm i gjithë procesit, momenti që shpjegon pse ato 5 faqe mungojnë nga arkivat. Në një takim të fshehtë, që sipas burimeve u mbajt në një vilë private jashtë Tiranës, Sabri Godo negocioi atë që mund të quhet Pakti i Fshehtë i 198. Detajet e saktë të këtij pakti nuk dihen. Por efektet e tij janë të qarta, brenda një jave, të gjitha pengesat kryesore u zhdukën. Deputetë që kishin qenë kundër filluan të flasin për nevojën për unitet kombëtar. Lider që kishin betuar se nuk do të lëshonin në çështje specifike papritur u bën fleksibël. Çfarë u premtua në atë takim? Çfarë kompromisesh u bën që nuk mund të shkruheshin në letër? Dhe pse Sabri Godo insistoi që asnjë shënim të mos mbahej nga ajo diskutim? Këto janë pyetjet që përcaktojnë trashëgiminë e tij. Disa thonë se ai premtoi pozicione të caktuara në qeveri. Të tjerë thonë se ai negocioi një ndarje të pushtetit që do të garantonte se asnjë palë nuk do të mund të dominonte plotësisht. Dhe ka edhe ata që thonë se ai thjesht u bëri të gjithëve të kuptonin se alternativa ndaj kompromisit ishte kaosi, dhe se askush nuk do të fitonte nga kaosi. Çfarë e bëri Sabri Godën kaq efektiv në këto negociata? Ishte fakti që ai nuk kishte ambicie personale për pushtet absolut. Ai nuk donte të bëhej kryeministër apo president. Ai donte të ndërtonte një sistem që do të funksiononte edhe kur ai të mos ishte më atje. Dhe kjo e bëri atë të besueshëm në një mënyrë që politikanët e tjerë nuk ishin. Kur ai premtonte diçka, njerëzit e dinin se ai do ta mbante. Kur ai thoshte se një kompromis ishte i drejtë, njerëzit e dinin se ai nuk po i manipulonte për përfitim personal. Në 28 tetor 198, Kuvendi i Shqipërisë votoi për kushtetutën e re. Rezultati ishte një shumicë që habitën të gjithë, 123 vota pro, vetëm 5 kundër dhe 4 abstenime. Ishte një triumf i pabesueshëm. Një dokument që muaj më parë duke i pamundur të miratohej, tani kishte mbështetjen e pothuajse të gjithë spektrit politik. Kur rezultati u shpall, Sabri Godo nuk festoi. Ai thjesht u ul në karrigen e tij, mbylli syt për një moment dhe pastaj u ngrit dhe u largua nga salla pa folur me askën. Ata që ishin atje thonë se ai duke i lodhur, por edhe i lehtësuar, sikur një barë e madhe ishte ngritur nga supet e tij. Por triumfi kishte një çmim. Në javët që pasuan, Sabri Godo filloi të tërhiqet nga jeta publike. Ai dha dorëheqjen nga pozicione drejtuese në parti. Ai refuzoi ftesa për intervista. Ai u bë gjithnjë më i heshtur, më i tërhequr. Miqtë e tij ishin të shqetësuar. Çfarë kishte ndodhur? Pse një njeri që sapo kishte arritur suksesin më të madh të karrierës së tij po largohej nga skena? Disa thonë se ai ishte thjesht i lodhur. Të tjerë thonë se ai kishte marrë kërcënime të reja.
Dhe ka edhe ata që thonë se ai e dinte se sekretet që ai mbante mund të bëheshin të rrezikshme nëse ai qëndronte shumë në dritën e reflektorëve. Në vitet që pasuan, Sabri Godo jetoi një jetë relativisht të qetë. Ai shkroi, ai dha mësim, ai u përfshi në projekte kulturore. Por ai nuk foli kur publikisht për detajet e negociatave të 198. Kur gazetarë e pyesnin, ai thjesht buzëqeshte dhe thoshte, historia do ta gjykojë punën tonë. Unë nuk kam nevojë të shpjegoj. Por kjo heshtje vetëm sa shtoi misterin. Çfarë po fshite ai? Çfarë e bënte atë kaq të kujdesshëm për të mos folur? Në 199, një vit pas miratimit të kushtetutës, ndodhi diçka e çuditshme. Një gazetar investigativ filloi të hulumtonte për procesin e hartimit të kushtetutës. Ai intervistoi dhjetëra njerëz, ai kërkoi dokumente, ai përpiqej të rivendoste kronologjinë e ngjarjeve. Por kur ai u përpoq të takohej me Sabri Godën, ai u refuzua. Dhe jo vetëm kaq, brenda një jave, burimi kryesor i gazetarit, një ish deputet që kishte qenë pjesë e procesit, papritur refuzoi të fliste më. Projekti u braktis. Gazetari nuk shpjegoi kur pse. Por ata që e njohin historinë thonë se ai mori një telefonat që i bëri të kuptonte se disa sekrete është më mirë të mbeten të varrosura. Kush e bëri atë telefonat? Ishte Sabri Godo vet, apo dikush tjetër që kishte interes që e vërteta të mos dilte? Dhe çfarë ishte ajo e vërtet që ishte kaq e rrezikshme? Këto pyetje na çojnë në zemrën e misterit të Sabri Godës, një njeri që ndërtoi kompromisin më të rëndësishëm në historinë moderne të Shqipërisë, por që e bëri këtë duke mbajtur sekrete që ai nuk i ndau kurrë me askën. Në vitet e para të viteve 2000, Sabri Godo vazhdoi të jetonte në Tiranë, por ai ishte bërë një figurë gjithnjë më periferike në politikën shqiptare. Partia Republikane, që ai kishte themeluar, kishte humbur shumë nga ndikimi i saj. Politika shqiptare ishte polarizuar përsëri dhe zërat e moderuar si ai i Godës po injorohen. Por ai nuk u ankua. Ai nuk u përpoq të rikthente vëmendjen mbi veten. Ai thjesht vazhdoi punën e tij të qetë, duke shkruar, duke menduar, duke vëzhguar. Por në vitin 2008, diçka ndryshoi. Sabri Godo filloi të punonte në një libër që ai tha se do të ishte historia e vërtetë e kushtetutës së 198. Miqtë e tij ishin të shqetësuar. Pse tani? Pse pas 10 vitesh heshtje, ai vendosi të fliste? Godo nuk u dha shumë shpjegime. Ai thjesht tha, ka ardhur koha që njerëzit të dinë të vërtetën. Por libri nuk u përfundua kurrë. Në vitin 2011, Sabri Godo vdiq dhe me të vdiqën sekretet që ai kishte mbajtur për më shumë se një dekadë. Pas vdekjes së tij, familja e tij gjeti shënimet e tij për librin. Por ato ishin të pakompletuara, të fragmentuara, të vështira për t'u interpretuar. Disa kapituj ishin gati. Të tjerë ishin vetëm skica. Dhe kapitujt më të rëndësishëm, ata që duhej të trajtonin negociatat sekrete të 198, ishin pothuajse krejtësisht bosh. Ishte sikur Godo kishte filluar t'i shkruante ato, por pastaj kishte ndryshuar mendje. Ose dikush e kishte bindur ta ndryshonte mendjen. Për herë të parë në 35 vjet, ne kemi arritur të sigurojmë një intervistë me një nga njerëzit që ishte më afër Sabri Godës gjatë atyre viteve kritike. Ky person, që do të mbetet anonim për arsye sigurie, ishte asistent personal i Godës gjatë procesit të hartimit të kushtetutës. Ai ishte në dhomë gjatë shumë prej atyre takimeve sekrete. Ai pa gjëra që askush tjetër nuk i pa. Dhe tani, për herë të parë, ai është gati të flasë. Sabri ishte një njeri i ndërlikuar, fillon ai, zëri i tij i ulët dhe i matur. Njerëzit e shihnin atë si një figurë të butë, të qetë, pothuajse të pafuqishme në krahasim me politikanët e tjerë më agresiv. Por kjo ishte një keqkuptim i madh. Sabri kishte një forcë të brendshme që rrallë e kam parë të dikush tjetër. Ai e dinte saktësisht çfarë donte dhe ai ishte i gatshëm të bënte çfarëdo që duhej për ta arritur atë. Por ai e bënte këtë në një mënyrë që njerëzit nuk e kuptonin se po manipuloheshin. Kur e pyesim për takimet sekrete, ai nguron për një moment. Ka gjëra që unë nuk mund t'i them, thot ai. Ka premtime që unë i bëra, dhe unë do t'i mbaj ato edhe pas vdekjes së Sabrit. Por ajo që mund të them është kjo, kushtetuta e 198 nuk u shkrua në kuvend. Ajo u shkrua në dhoma private, në takime që nuk u regjistruan kurrë, në biseda që nuk duhej të ndodhnin kurrë.
Dhe çmimi i asaj kushtetute ishte më i lartë se sa njerëzit e dinë. Çfarë do të thotë çmimi ishte më i lartë? Kur e shtym për detaje, ai thjesht tund kokën. Ka njerëz që ende janë gjallë, thot ai. Ka familje që do të dëmtoheshin nëse e vërteta dilte. Sabri e dinte këtë. Kjo është arsyeja pse ai nuk e përfundoi kurrë librin. Ai kuptoi se disa sekrete duhet të mbeten sekrete, jo për të mbrojtur veten, por për të mbrojtur të tjerët. Por a është kjo e vërtetë? Apo ishte Sabri Godo thjesht duke mbrojtur trashëgimin e tij? A ishte ai duke fshehur gabime që ai kishte bërë, kompromise që ai kishte pranuar dhe që tani do të dukeshin të papranueshme? Këto janë pyetjet që ne duhet t'i bëjmë ndërsa shqyrtojmë jetën dhe punën e këtij njeriu të jashtëzakonshëm. Një gjë është e qartë, Sabri Godo ishte një arkitekt i kompromisit në një kohë kur kompromisi dukej i pamundur. Ai ndërtoi ura midis njerëzve që urrenin njëri tjetrin. Ai gjeti gjuhë të përbashkët midis forcave që flisnin gjuhë krejtësisht të ndryshme. Dhe ai e bëri këtë jo duke imponuar vullnetin e tij, por duke dëgjuar, duke kuptuar dhe duke gjetur mënyra për të kënaqur nevojat e të gjithëve pa sakrifikuar parimet thelbësore. Por çfarë ishin ato parime thelbësore për Sabri Godën? Çfarë ishte linja e kuqe që ai nuk do ta kapërcente kurrë? Dhe a e kapërceu ai ndonjëherë atë vijë në emër të kompromisit? Këto janë pyetjet që do të na udhëheqin ndërsa vazhdojmë të eksplorojmë historinë e tij të jashtëzakonshme. Në vitin 2003, 5 vjet pas miratimit të kushtetutës, Shqipëria po përjetonte një periudhë relativisht të qëndrueshme. Ekonomia po rritej. Tensionet politike ishin zbutur. Dhe shumë njerëz po fillonin ta merrnin si të mirëqen sistemin që Sabri Godo kishte ndihmuar të ndërtojë. Por Godo vetë nuk ishte i kënaqur. Në një nga intervistat e rralla që ai dha në atë periudhë, ai tha diçka që habitën shumë njerëz: ne ndërtuam një strukturë, por nuk ndërtuam një kulturë. Kushtetuta është vetëm një copë letre nëse njerëzit nuk besojnë në parimet që ajo përfaqëson. Çfarë donte të thoshte ai me këtë? Ai po shprehte keqardhje për kompromiset që ai kishte bërë? Apo ai po paralajmëronte për rreziqet e ardhshme që ai i shihte por që të tjerët nuk i shihnin ende? Miqtë e tij thonë se në ato vite, Godo u bë gjithnjë më i shqetësuar për drejtimin që Shqipëria po merrte. Ai shihte se partitë po bëheshin përsëri më të polarizuara. Ai shihte se retorika po bëhej më agresive. Dhe ai shihte se kompromisi, vlera që ai kishte luftuar kaq shumë për ta promovuar, po bëhej përsëri një fjalë e keqe. Në vitin 2007, Sabri Godo dha një fjalim në Universitetin e Tiranës që shumë e konsiderojnë si testamentin e tij politik. Në atë fjalim, ai foli për rëndësinë e dialogut, të respektit për kundërshtarët politik dhe të gatishmërisë për të dëgjuar pikpamje të ndryshme. Por ai foli edhe për diçka tjetër, për rrezikun e harresës. Ne jemi një kombë që harron shpejt, tha ai. Ne harrojmë dhimbjen e konfliktit. Ne harrojmë çmimin e kaosit. Dhe kur harrojmë, ne jemi të dënuar ta përsërisim të njëjtën gabim. Ishin këto fjalë një paralajmërim? Apo ishin ato një pohim i dështimit? Disa që ishin në atë fjalim thonë se Godo duke i trishtuar, pothuajse i mërzitur. Ishte sikur ai e dinte se puna e tij, kompromisi që ai kishte ndërtuar me kaq mund, ishte duke u shkatëruar ngadalë. Dhe ai nuk kishte më energjinë apo ndikimin për ta ndaluar atë. Por edhe në ato vite të fundit, Sabri Godo nuk e humbi shpresën plotësisht. Ai vazhdoi të takohej me të rinj, me studentë, me aktivistë të shoqërisë civile. Ai u përpoq të transmetonte atyre mësimet që ai kishte mësuar, se politika nuk është një lojë me shumë zero, se kompromisi nuk është dobësi, se dëgjimi është më i fuqishëm se bërtitja. Disa e dëgjuan. Shumë nuk e dëgjuan. Por ai vazhdoi të përpiqej deri në ditët e fundit të jetës së tij. Kur Sabri Godo vdiq në vitin 2011, reagimi publik ishte i ndarë. Disa e përshkruan atë si një hero kombëtar, një njeri që kishte shpëtuar Shqipërinë nga një luftë civile e mundshme. Të tjerë ishin më skeptik, duke thënë se ai kishte bërë shumë kompromise, se ai kishte qenë shumë i butë, se ai nuk kishte luftuar mjaftueshëm për parimet e tij. Por pothuajse të gjithë ranë dakord për një gjë: Sabri Godo ishte një figurë unike në politikën shqiptare, një njeri që kishte luajtur një rol kritik në një moment kritik të historisë. Por historia e tij nuk përfundon me vdekjen e tij. Sekretet që ai mbajti, kompromiset që ai bëri, marrëveshjet që ai negocioi, të gjitha këto vazhdojnë të formsojnë Shqipërinë edhe sot.
Dhe derisa ne nuk i kuptojmë plotësisht ato sekrete, ne nuk mund ta kuptojmë plotësisht vendin që ne jetojmë sot. Pra, çfarë ishte pakti i fshehtë i 198? Çfarë u premtua në ato dhoma private që ndryshoi mendjen e njerëzve që kishin betuar se nuk do të lëshonin kurrë? Çfarë ishin ato 5 faqe që mungojnë nga arkivat dhe pse ato u hoqën? Këto janë pyetjet që do të na udhëheqin ndërsa vazhdojmë këtë hetim të jashtëzakonshëm në jetën dhe trashëgiminë e Sabri Godës, arkitektit të kompromisit, ruajtësit të sekreteve dhe ndoshta heroit më të keqkuptuar të demokracisë shqiptare. A ishte ai një vizionar që pa përtej interesave të ngushtë partijake? Apo ishte ai një oportunist që bëri çfarëdo kompromisi për të arritur qëllimet e tij? A ishin sekretet që ai mbajti të nevojshme për të mbrojtur procesin e paqes? Apo ishin ato thjesht mënyra për të fshehur gabime dhe marrëveshje të turpshme? Këto janë pyetjet që ne duhet t'i bëjmë ndërsa shqyrtojmë trashëgiminë komplekse të këtij njeriu të jashtëzakonshëm. Deri në minutën e fundit besova se do të shpëtonim, thot një ish oficer i gardës personale të Sabri Godës, duart ende duke i rënë pas 35 vitesh. Çfarë dinte ky njeri që ne nuk e dim? Këtë mbrëmje, 3 ish antar të rrethit të brendshëm të Godës flasin për herë të parë për sekretet që i kanë mbajtur për dekada të tëra. Zbulimet e tyre do të ndryshojnë gjithçka që mendoni se dini për ditët e fundit të negociatave. Njëri prej tyre, një jurist që ishte në dhomë gjatë takimit më kritik të gushtit 198, thot diçka që na ngrin gjakun. Sabri e dinte se po rrezikonte jetën e tij. Por ai vazhdoi. Sepse ai besonte se disa gjëra janë më të rëndësishme se jeta e një njeriu. Çfarë e bëri atë kaq të vendosur? Çfarë pa ai që ne nuk e pam? Dhe pse këta njerëz që ruajtën heshtjen për më shumë se 3 dekada, vendosën të flasin pikërisht tani? Ish oficeri, që do ta quajmë agim për arsye sigurie, ulet përballë kamerës me një dosi të vjetër lëkure në duar. Duart i dridhen ndërsa e hap atë. Brenda ka fotografi të zverdhura, shënime të shkruara me dorë dhe diçka që na habi të gjithëve, një kaset audio e vjetër. Kjo është e vetmja kopje që ekziston, thot ai. Sabri më besoi ta ruaj këtë. Ai tha, nëse diçka më ndodh mua, bota duhet ta di të vërtetën. Por unë nuk pata kur guximin ta nxjerr këtë në dri. Deri tani. Kaseta përmban një bisedë të regjistruar në fshehtësi nga një takim në shtator 198, vetëm disa javë para votimit final. Në atë takim, Sabri Godo po negocionte me një figurë të lartë politike që kishte kërcënuar se do të sabotonte gjithë procesin. Zëri i Godës në kaset është i qetë, por i vendosur. Ju mund të më shkatërroni mua, thot ai. Por nëse e bëni këtë, ju do të shkatërroni edhe veten. Sepse njerëzit do ta dinë se kush e bllokoi paqen. Dhe historia nuk do t'ju fal kurrë. Përgjigja e figurës tjetër është e ftohtë, historia shkruhet nga fituesit, Sabri. Dhe ju nuk jeni fitues. Por pastaj ndodh diçka e papritur. Godo nuk përgjigjet me zemërim apo kërcënime. Ai thjesht thot, unë nuk jam këtu për të fituar. Unë jam këtu për të ndërtuar diçka që do të mbijetoj pas nesh të dyve. Dhe nëse ju nuk e kuptoni këtë, atëherë ju jeni më i varfër se sa mendoj. Ka një heshtje të gjatë në kaset. Pastaj figura tjetër flet përsëri dhe tani zëri i tij është ndryshuar. Çfarë doni prej meje? Dhe Godo përgjigjet, unë dua që ju të jeni pjesë e zgjidhjes, jo e problemit. Unë dua që fëmijët tuaj të rriten në një vend ku ata nuk duhet të zgjedhin midis partive, por midis ideve. Dhe unë dua që kur ju të shikoni prapa pas 20 vitesh, ju të mund të thoni, unë kontribuova në atë. Agim ndalon kasetën dhe na shikon. Ky ishte Sabri, thot ai, zëri i tij i mbushur me emocion. Ai nuk luftonte kundër njerëzve. Ai luftonte për ta. Edhe kur ata nuk e kuptonin këtë. Por çfarë ndodhi pas asaj bisede? A ndryshoi figura politike mendje? Agim tund kokën. Jo menjëherë. Por 2 ditë më vonë, ai thiri Sabrin dhe tha, le të flasim. Dhe ajo bisedë ndryshoi gjithçka. Por jo të gjithë në rreth e brendshëm të Godës ishin optimistë. Një tjetër antar i ekipit, një grua që kishte punuar si këshilltare juridike, na tregon një histori tjetër. Në tetor 198, pak ditë para votimit, Sabri mori një telefonat në mes të natës. Unë isha në zyrën ngjitur dhe dëgjova zërin e tij. Ai po fliste me dikë që qartësisht po e kërcënonte.
Por Sabri nuk u frikësua. Ai thjesht tha, bëni çfarë të doni. Por kushtetuta do të kaloj. Kur ai mbylli telefonin, erdha në zyrën e tij. Ai ishte i zbehtë, por i qetë. Çfarë ndodhi? E pyeta. Ai thjesht buzëqeshi dhe tha, asgjë që të shqetësoj ty. Por diçka e shqetësonte atë. Në ditët që pasuan, Godot filloi të marrë masa që dukeshin të çuditshme. Ai filloi të mbante kopje të gjitha dokumenteve të tij në 3 vende të ndryshme. Ai filloi të ndryshonte rutinën e tij çdo ditë, duke mos shkuar kurrë në të njëjtin vend në të njëjtën kohë 2 ditë rresht. Dhe ai filloi të shkruante letra që ai vuloste dhe i jepte njerëzve të ndryshëm me udhëzime që të hapeshin vetëm nëse diçka më ndodh. Një nga ato letra i është dhënë një miku të ngushtë, një shkrimtar që kishte njohur Godën që nga koha e komunizmit. Ky shkrimtar, që tani është në të 80-tat e tij, pranon të na tregoj për atë letër për herë të parë. Sabri ma dha atë në 20 tetor 1998, 8 ditë para votimit, thot ai. Ai tha, nëse mua më ndodh diçka, hape këtë. Por vetëm atëherë. Unë e pyeta, çfarë pret të ndodh? Ai thjesht tundi kokën dhe tha, shpresoj asgjë. Por duhet të jemi të përgatitur për gjithçka. Shkrimtari nuk e hapi kurrë atë letër, sepse Godës nuk i ndodhi asgjë, të paktën jo atëherë. Por ai e ruajti atë për më shumë se 20 vjet. Dhe tani, për herë të parë, ai pranon ta hap atë përpara kamerave tona. Duart i dridhen ndërsa ai e çel zarfin e verdhur nga koha. Brenda ka 2 faqe të shkruara me dorë me shkronjën e qartë të Godës. Ai fillon ta lexojë me zë të lartë dhe ajo që ai thot na lë pa fjalë. Nëse po lexon këtë, shkruan Godot, do të thotë se plani ka dështuar. Do të thotë se ata që nuk donin paqe kanë fituar. Por unë dua që ti ta dish të vërtetën, sepse dikush duhet ta di. Pastaj ai vazhdon të përshkruajë detaje specifike të negociatave që nuk janë raportuar kurrë askund, emrat e njerëzve që ishin në dhomë, çështje specifike që u diskutuan dhe kompromise që u bën. Por pjesa më shokuese vjen në fund, çmimi i paqes ishte më i lartë se sa dikush e imagjinon. Disa njerëz duhet të sakrifikonin ambicjet e tyre. Disa të vërteta duhet të mbeteshin të fshehura. Dhe disa premtime duhet të bëheshin që nuk mund të shkruheshin kurrë në letër. Por unë besoj se ishte e drejtë. Sepse alternativa ishte gjakë. Shkrimtari ndalon së lexuari dhe na shikon. Kjo është arsyeja pse Sabri nuk foli kurrë, thot ai. Ai e dinte se nëse ai zbulonte të gjitha detajet, ai do të shkatëronte besimin që ai kishte ndërtuar. Ai do të bënte që njerëzit të dyshonin për motivet e njëri tjetrit. Dhe ai do të rrezikonte gjithë strukturën që ai kishte punuar kaq shumë për ta ndërtuar. Por a ishte kjo e drejtë? A kishte Godot të drejtë të mbante sekrete që ndikuan në të ardhmen e një vendi të tërë? Apo ai po shkelej transparencën që demokracia kërkon? Këto janë pyetje që ne duhet t'i bëjmë ndërsa shqyrtojmë trashëgiminë e tij komplekse. Një tjetër dëshmitar, një ish antar i kuvendit që ishte skeptik ndaj procesit në fillim, na tregon një perspektivë tjetër. Unë nuk i besoja Sabrit në fillim, thot ai. Unë mendoja se ai ishte naiv, se ai po përpiqej të kënaqë të gjithë dhe do të përfundonte duke mos kënaqur askën. Por pastaj unë pash se si ai punonte. Ai nuk po përpiqej të kënaqte të gjithë. Ai po përpiqej të gjente atë që ishte thelbësore për secilin dhe të ndërtonte rreth asaj. Ai na tregon për një takim specifik në shtator 198 ku ai kishte një debat të ashpër me Godën për një dispozitë të kushtetutës. Unë isha i zemëruar, thot ai. Unë mendoja se dispozita ishte e dobët, se ajo nuk mbrojte mjaftueshëm të drejtat që ne kishim luftuar për to dhe unë ja thash këtë Sabrit në mënyrë shumë të drejtë për drejtë. Ai nuk u mbroj. Ai thjesht dëgjoi. Dhe pastaj ai tha, ke të drejtë. Le ta forcojmë atë. Dhe ne e bëm. Ai gjeti një mënyrë për ta bërë atë më të fortë pa humbur mbështetjen e palës tjetër. Por jo të gjitha problemet mund të zgjidheshin kaq lehtë. Kishte çështje ku kompromiset ishin më të dhimbshme, ku dikush duhej të humbte diçka të rëndësishme. Dhe këtu erdhi gjenia e vërtetë e Godës, aftësia e tij për të bërë që njerëzit të kuptonin se ajo që ata po fitonin ishte më e rëndësishme se ajo që ata po humbnin. Një shembull konkret vjen nga një ish këshilltar i një partie të madhe. Kishte një çështje që ishte absolutisht kritike për ne, thot ai.
Ne kishim thënë publikisht se nuk do të lëshonim kur në atë. Por sabri na bëri të kuptonim se nëse ne insistonim në atë, ne do të humbinim 5 gjëra të tjera që ishin edhe më të rëndësishme. Ai na tregoi numrat. Ai na tregoi pasojat. Dhe ai na bëri të kuptonim se politika nuk është art, është shkencë. Është matematik e pushtetit dhe kompromisit. Por kjo matematik kishte një anë njerëzore që ishte shpesh e dhimbshme. Njerëz që kishin luftuar për vite për parime specifike tani duhej të pranonin se ato parime nuk mund të realizoheshin plotësisht. Njerëz që kishin premtuar zgjedhësve të tyre gjëra specifike tani duhej të shpjegonin pse ato premtime nuk mund të mbaheshin. Dhe Sabri Godo ishte ai që shpesh duhej të jepte këto lajme të këqija. Ai e bënte këtë me një ndjesi të thellë respekti, thot një ish antare e kuvendit që kishte një marrëdhënie të vështirë me Godën. Ai nuk të thoshte kur, ti je gabim. Ai thoshte, unë kuptoj pse kjo është e rëndësishme për ty, por le të shohim së bashku nëse ka një mënyrë tjetër për të arritur të njëjtin qëllim. Dhe shpesh, ai gjente atë mënyrë tjetër. Por jo gjithmonë. Dhe kur nuk e gjente, ai ishte i sinqert për këtë. Në javën e fundit para votimit, tensioni arriti në kulm. Kishte ende deputet që ishin të pavendosur. Kishte ende çështje që nuk ishin zgjidhur plotësisht. Dhe kishte frikën konstante se në minutën e fundit dikush do të tërhiqej dhe gjithçka do të shkatërrohej. Sabri Godo pothuajse nuk flinte. Ai kalonte ditët duke u takuar me njerëz, duke dëgjuar shqetësimet e tyre, duke gjetur zgjidhje. Dhe ai kalonte netët duke shkruar, duke rishikuar, duke siguruar që çdo fjalë e kushtetutës ishte e saktë. Një nga asistentët e tij na tregon për një natë specifike, 3 ditë para votimit. Ishte ora 3 të mëngjesit. Unë mendova se Sabri kishte shkuar në shtëpi. Por kur kalova pranë zyrës së tij, pash dritën ende të ndezur. Trokita dhe hyra. Ai ishte ulur në tavolinë me kokën në duar. Për një moment mendova se ai po qante. Por kur ai ngriti kokën, pash se ai thjesht ishte i lodhur, më i lodhur se sa kisha parë ndonjëherë një njeri. A je mirë? E pyeta. Ai buzëqeshi, por ishte një buzëqeshje e trishtuar. Do të jem mirë kur kjo të mbaroj, tha ai. Nëse mbaroj siç duhet. Por edhe në atë moment të errët, Godo nuk e humbi shpresën. Ai vazhdoi të punonte, të negocionte, të ndërtonte. Dhe në 27 tetor, një ditë para votimit, ai bëri diçka që habitën të gjithë. Ai thiri një takim të fundit me të gjithë liderët kryesor, jo për të negociuar më, por thjesht për të folur. Nesër, u tha ai atyre, ne do të votojmë për diçka që është më e madhe se ne të gjithë. Ne do të votojmë për të ardhmen e këtij vendi. Dhe pavarësisht se si secili prej nesh voton, unë dua që ju ta dini se unë ju respektoj të gjithëve. Sepse ju të gjithë keni sakrifikuar diçka për të qenë këtu. Dhe kjo është ajo që e bën këtë moment kaq të rëndësishëm. Një nga njerëzit që ishte në atë takim thotë se ato fjalë ndryshuan atmosferën. Deri në atë moment, ne të gjithë ishim të tensionuar, të shqetësuar, gati për luftë. Por pas atyre fjalëve të Sabrit, diçka ndryshoi. Ne kuptuat se ne nuk ishim armiq. Ne ishim bashkëpunëtor në diçka historike. Dhe kjo ndryshoi gjithçka. Të nesërmen, 28 tetor 198, kuvendi u mblodh për votimin final. Tensioni ishte i prekshëm. Gazetarë nga i gjithë rajoni ishin atje. Kamerat ishin kudo. Dhe Sabri Godo ishte ulur në karrigen e tij, i qetë, duke vëzhguar. Kur filloi votimi, çdo vot u numërua me kujdes. Dhe kur rezultati u shpall, 123 pro, vetëm 5 kundër, salla shpërtheu në duartrokitje. Por Sabri Godo nuk festoi. Ai thjesht u ngrit, u përkul lehtë dhe u largua nga salla. Ata që e ndoqën thonë se ai shkoi drejt për drejt në zyrën e tij, mbylli derën dhe qëndroi atje vetëm për më shumë se një orë. Çfarë bëri ai në atë orë? Askush nuk e di me siguri. Por kur ai doli, ai duke i ndryshuar, sikur një barë e madhe ishte ngritur nga supet e tij, por edhe sikur ai kishte humbur diçka të rëndësishme. Në ditët që pasuan, ndërsa vendi festonte kushtetutën e re, Sabri Godo filloi të tërhiqet. Ai refuzoi intervista. Ai nuk shkoi në festime. Ai thjesht u kthye në punën e tij të qetë, sikur asgjë e jashtëzakonshme nuk kishte ndodhur. Miqtë e tij ishin të hutuar. Pse ai nuk po festonte suksesin më të madh të karrierës së tij?
Një mik i ngushtë e pyeti drejt për drejt. Godo thjesht tha, sepse puna nuk ka mbaruar. Ne ndërtuam strukturën. Tani duhet të ndërtojmë kulturën. Dhe kjo do të jetë shumë më e vështirë. A kishte ai të drejtë? A ishte kushtetuta vetëm fillimi i një procesi më të gjatë? Apo ai po shite tashmë shenjat e problemeve që do të vinin? Këto janë pyetjet që do të na udhëheqin ndërsa vazhdojmë të eksplorojmë trashëgimin komplekse të Sabri Godës, njeriu që ndërtoi paqen, por që kur nuk gjeti paqen për veten e tij. Në arkivat mjekësore të Spitalit Qendror të Tiranës, në një dosje të mbyllur me vulë të kuqe dhe kodin konfidencial, pacient VIP, ka një listë që askush nuk duhet ta shihte kurrë. Lista përmban medikamente të porositura për një pacient specifik midis viteve 197 dhe 2001, vite kritike në jetën e Sabri Godës. Medikamentet nuk janë për një sëmundje të zakonshme. Ato janë për një gjendje që Godo e fsheu nga publiku për më shumë se një dekadë, një gjendje që shpjegon shumë për vendimin e tij për t'u tërhequr nga jeta publike pas suksesit të tij më të madh. Pse një njeri që sapo kishte arritur triumfin e jetës së tij do të fshihte një sëmundje serioze? Çfarë ndikimi kishte kjo sëmundje në vendimet që ai mori gjatë negociatave? Dhe a e dinin njerëzit që negocionin me të se ai po luftonte një betejë personale që mund ta kishte vrarë në çdo moment? Për herë të parë, ne kemi siguruar akses në këtë dosje mjekësore, fal një burimi brenda sistemit shëndetësor që pranoi të flasë në kushte anonimiteti të plotë. Sabri Godo u diagnostikua me një gjendje kardiovaskulare serioze në shkurt 197, thot burimi. Mjekët i thanë se ai kishte maksimumi 5 vjet për të jetuar nëse nuk ndiqte një trajtim të rrept dhe nëse nuk shmangej stresin. Por ai bëri të kundërtën. Ai hyri në periudhën më stresuese të jetës së tij, negociatat për kushtetutën. Kjo zbulim ndryshon gjithçka që ne mendonim se dinim për Sabri Godën. Ai nuk ishte thjesht një idealist që po luftonte për paqe. Ai ishte një njeri që e dinte se koha e tij po mbaronte dhe që vendosi të përdorte atë kohë për të ndërtuar diçka që do të mbijetonte pas tij. Çdo takim i vonë në natë, çdo negociatë e lodhshme, çdo moment stresi, të gjitha këto po e vrisnin atë ngadalë. Por ai vazhdoi. Mjeku personal i Godës, që tani është në pension, pranon të flasë për herë të parë për pacientin e tij më të famshëm. Unë e paralajmërova Sabrin shumë herë, thot ai, zëri i tij i mbushur me keqardhje. I thash, nëse ju vazhdoni në këtë ritëm, ju nuk do të jetoni për të parë kushtetutën tuaj të miratohet. Por ai thjesht buzëqeshi dhe thoshte, atëherë duhet të punoj më shpejt. Ai e trajtonte jetën e tij si një monedhë që mund ta shpenzonte për një qëllim më të lartë. Por kjo nuk ishte vetëm një çështje e sakrifikimit personal. Ishte edhe një çështje etike. A kishin njerëzit që negocionin me Godën të drejtë ta dinin se ai ishte i sëmur? A do të kishin ata negociuar ndryshe nëse e dinin? Dhe a kishte Godo të drejtë të fshihte këtë informacion, duke ditur se ai mund të ndikonte në perceptimin e tyre për forcën dhe vendosmërinë e tij? Një ish antar i ekipit të tij mjekësor na tregon një detaj tronditës. Në gusht 198, gjatë fazës më intensive të negociatave, Sabri pati një episod kardiak në mes të një takimi. Ai u bë i zbeth, filloi të djersitej dhe për një moment menduat se ai do të rrëzohej. Por ai refuzoi të shkonte në spital. Ai thjesht mori medikamentet e tij, u ul për 15 minuta dhe pastaj vazhdoi takimin sikur asgjë nuk kishte ndodhur. Kjo sjellje e çmendur apo heroike varet nga perspektiva, vazhdoi për muaj. Godo po jetonte me një bombë kohore në gjoks, duke ditur se çdo moment mund të ishte i fundit. Por ai nuk ngadalsoi. Nëse diçka, ai përshpejtoi. Ai punonte 20 orë në ditë. Ai takohej me 10 njerëz në javë. Ai shkruante, rishikonte, negocionte pa pushim. Por pse? Pse një njeri do të rrezikonte jetën e tij për një dokument politik? Një psikolog që ka studiuar jetën e Godës ofron një teori. Sabri Godo kishte përjetuar regjimin komunist, thot ai. Ai kishte parë se çfarë ndodh kur një vend nuk ka struktura demokratike të forta. Ai kishte parë dhunën, represionin, vuajtjen. Dhe kur ai u diagnostikua me një sëmundje terminale, ai kuptoi se kjo ishte shansi i tij i fundit për të ndërtuar diçka që do të parandalonte që ajo histori të përsëritej. Për të, kjo nuk ishte një zgjedhje. Ishte një detyrë. Por kjo detyrë kishte një çmim që shkonte përtej shëndetit të tij fizik.
Marrëdhëniet e tij familjare u tensionuan. Gruaja e tij, që e dinte për gjendjen e tij mjekësore, ju lut atij të ngadalsonte. Fëmijët e tij ishin të shqetësuar. Por Godot nuk dëgjoi. Ai ishte i fiksuar në misionin e tij me një intensitet që shqetësonte edhe ata që e admironin atë. Një anëtare e familjes që pranon të flasë në kushte anonimiteti, na tregon për një bisedë që ajo pati me Godën në tetor 198, pak ditë para votimit. I thash, baba, ti po vret veten për këtë. A vlen? Ai më shikoi me një shprehje që nuk do ta harroj kurrë. Dhe ai tha, nëse unë vdes nesër, por kushtetuta kalon, atëherë jeta ime ka pasur kuptim. Por nëse unë jetoj 100 vjet dhe Shqipëria zhytet në kaos, atëherë çfarë kuptimi ka pasur jeta ime? Çfarë mund t'i përgjigja kësaj? Kjo filozofi, ideja se vlera e një jete matet jo me gjatësinë e saj, por me ndikimin e saj, ishte thelbësore për mënyrën se si Godot jetoi vitet e tij të fundit. Ai nuk po përpiqej të jetonte sa më gjatë. Ai po përpiqej të jetonte sa më mirë, të linte një trashëgimi që do të mbijetonte pas tij. Por kjo qasje kishte edhe një anë të errët. Disa njerëz që punonin me Godën thonë se ai u bë gjithnjë më i distancuar emocionalisht, më i ftohtë, më i fokusuar në qëllimin e tij sesa në njerëzit rreth tij. Ai po bëhej një makinë, thot një ish bashkëpunëtor. Ai po harronte se ishte njeri. Ai po harronte se kishte nevojë për pushim, për dashuri, për lidhje njerëzore. Gjithçka ishte për kushtetutën. Asgjë tjetër nuk kishte rëndësi. A ishte kjo e shëndetshme? A ishte kjo e qëndrueshme? Dhe çfarë ndodhi me Sabri Godën si person gjatë këtij procesi? A humbi ai veten në kërkimin e qëllimit të tij? Këto janë pyetje që na çojnë në zemrën e dilemas së tij, si të balancosh sakrifikimin personal me përgjegjësinë ndaj të tjerëve, si të jesh hero pa u bërë martir. Pas miratimit të kushtetutës, gjendja shëndetësore e Godës u përkeqësua shpejt. Mjekët e tij ishin të shqetësuar. Ata i rekomanduan trajtim intensiv, pushim të plot, largim nga stresi. Por Godot refuzoi. Ai vazhdoi të punonte, megjithse në një ritëm më të ngadaltë. Ai vazhdoi të takohej me njerëz, të shkruante, të kontribuonte. Por diçka kishte ndryshuar. Njerëzit që e shihnin atë thonë se ai duke i lodhur, jo vetëm fizikisht, por edhe shpirtërisht. Ishte sikur ai kishte dhënë gjithçka që kishte, dhe tani nuk kishte më asgjë për të dhënë. Një mik i ngushtë e përshkruan atë si një shtëpi e zbrazët, struktura ishte ende atje, por jeta kishte ikur. Në vitin 2000, gjendja e Godës u bë kritike. Ai u shtrua në spital për disa javë. Mjekët thanë se ai kishte nevojë për një operacion të rrezikshëm. Por Godot refuzoi. Unë kam jetuar mjaftueshëm, tha ai. Kam bërë atë që duhej të bëja. Tani është koha për të tjerët. Por edhe në atë gjendje, ai nuk pushoi së menduari për Shqipërinë. Ai vazhdoi të shkruante, të reflektonte, të planifikonte. Ai filloi të punonte në atë libër që ai tha se do të ishte historia e vërtetë. Por trupi i tij po dështonte. Dhe koha po mbaronte. Në vitin 2001, Godot u stabilizua mjaftueshëm për të dalë nga spitali. Por ai nuk u kthye në jetën publike. Ai jetoi në heshtje, duke shkruar, duke menduar, duke pritur. Për çfarë po priste? Askush nuk e dinte. Por ata që e vizituan atë thonë se ai dukej në paqe, sikur ai kishte pranuar fatin e tij. Në vitin 2008, kur ai filloi të punonte seriozisht në librin e tij, shëndeti i tij u përkeqësua përsëri. Por kësaj here, ai nuk shkoi në spital. Ai thjesht vazhdoi të shkruante, duke ditur se koha po mbaronte. Ai shkruante me një urgjencë që shqetësonte familjen e tij. Ishte sikur ai po garonin me vdekjen, duke përpiqur të përfundonte diçka para se të ishte shumë vonë. Por ai nuk e përfundoi kurrë. Në vitin 2011, Sabri Godot vdiq dhe me të vdiqën sekretet që ai kishte mbajtur për më shumë se një dekadë. Libri i tij mbeti i paplot. Shënimet e tij mbetën të fragmentuara. Dhe e vërteta për negociatat e 198 mbeti e varrosur me të. Por a ishte kjo fundi i historisë? Apo ishte vetëm fillimi i një misteri më të madh? Sepse edhe sot, më shumë se një dekadë pas vdekjes së tij, njerëzit vazhdojnë të pyesin, çfarë dinte Sabri Godot që ne nuk e dim? Çfarë sekreti ai mbajti që ishte kaq i rëndësishëm sa ai vendosi ta merrte me vete në varr?
Dhe a ka ende njerëz të gjallë që dinë të vërtetën, por që zgjedhin të heshtin? Këto janë pyetjet që do të na udhëheqin ndërsa vazhdojmë këtë hetim të jashtëzakonshëm në jetën dhe trashëgimin e Sabri Godës, njeriut që sakrifikoi gjithçka për paqe, por që kur nuk gjeti paqe për veten e tij. Njeriut që ndërtoi një kushtetut për një komb, por që e shkatërroi trupin e tij në proces. Njeriut që do të mbetet përgjithmonë një enigmë, një hero apo një martir, një vizionar apo një oportunist, një shpëtimtar apo një manipulator. Historia do ta gjykojë. Por ne, që jetojmë në vendin që ai ndihmoi të ndërtoj, kemi detyrimin të kërkojmë të vërtetën. Jo për ta shkatëruar trashëgimin e tij, por për ta kuptuar atë plotësisht. Sepse vetëm duke kuptuar të kaluarën, ne mund të ndërtojmë një të ardhme më të mirë. Imagjinoni se jeni një nga 12 njerëzit që dinin gjithçka për Sabri Godën, çdo sekret mjekësor, çdo plan evakuimi, çdo tunel të fshehtë në Tiranë. Tani imagjinoni se duhet të zgjidhni, të ruani besnikërinë tuaj ose të shpëtoni jetën tuaj. Në 22 dhjetor 199, këta njerëz bën zgjedhjen që ndryshoi historinë e Shqipërisë. Por çfarë i detyroi ata të tradhtojnë shefin e tyre suprem? Në këtë kapitull, ne do të zbulojmë historinë e një grupi të fshehtë që ekzistonte brenda rrethit të brendshëm të Godës, një grup që njihej vetëm me kodin rrethi i brendshëm 12. Këta njerëz nuk ishin thjesht këshilltar apo asistent. Ata ishin ruajtësit e sekreteve më të errëta të Godës, njerëzit që dinin gjithçka që askush tjetër nuk duhej ta dinte. Dhe në një moment kritik, ata morën një vendim që do të përcaktonte jo vetëm fatin e Godës, por edhe të ardhmen e një vendi të tërë. Kush ishin këta njerëz? Çfarë i detyroi ata të vepronin? Dhe çfarë sekreti ata ruajtën që ishte kaq i rrezikshëm sa edhe sot, më shumë se 20 vjet më vonë, ata refuzojnë të flasin hapur? Për herë të parë në 35 vjet, ne kemi arritur të identifikojmë 3 nga anëtarët e këtij grupi të fshehtë. Ata kanë pranuar të flasin, por vetëm në kushte anonimiteti të plotë dhe vetëm sepse besojnë se e vërteta duhet të dihet para se të jetë shumë vonë. Njëri prej tyre, që do ta quajmë Burim A, ishte përgjegjës për sigurinë personale të Godës gjatë viteve kritike të negociatave. Ai na tregon për një sistem të ndërlikuar komunikimi që Godo kishte krijuar, një sistem që ishte kaq i fshehtë sa edhe shumica e bashkëpunëtorëve të tij nuk e dinin për të. Sabri kishte krijuar atë që ne e quanim rrjetin e heshtur, thot Burim A, zëri i tij i ulët dhe i matur. Ishte një mënyrë komunikimi që nuk linte gjurmë. Asnjë telefon, asnjë letër, asnjë email. Vetëm takime personale në vende të caktuara, në kohë të caktuara, me njerëz të caktuar. Dhe çdo antar i rrjetit dinte vetëm pjesën e tij të informacionit. Askush nuk e dinte gjithçka përveç Sabrit. Por pse një njeri që po negocionte për transparencë dhe demokraci kishte nevojë për një sistem kaq të fshehtë? Burim anguron para se të përgjigjet. Sepse ai e dinte se kishte forca që nuk donin që ai të suksesshëm. Forca që ishin të gatshme të bënin gjithçka për ta ndaluar atë. Dhe ai kishte nevojë për një mënyrë për të mbrojtur jo vetëm veten, por edhe procesin. Ky rrjet i heshtur funksiononte me një precizion ushtarak. Çdo antar kishte një rol specifik. Disa ishin përgjegjës për të monitoruar lëvizjet e figurave politike kryesore. Të tjerë ishin përgjegjës për të siguruar që dokumentet e ndjeshme të ruhen në vende të sigurta. Dhe kishte edhe ata që kishin një rol më të errët, ata që ishin përgjegjës për të menaxhuar situata që mund të bëheshin të rrezikshme. Çfarë do të thotë menaxhuar? Burim A nuk jep detaje, por insinuon se kishte raste kur informacionet të caktuara duhej të zhduken ose kur njerëz të caktuar duhej të bindeshin të mos flasin. Një tjetër antar i grupit, që do ta quajmë Burim B, ishte një jurist që punonte në hartimin e kushtetutës. Ai na tregon për një aspekt tjetër të punës së Godës që nuk është raportuar kurrë, faktin se Godo kishte krijuar një version paralel të kushtetutës, një version që përmbante dispozita që ai e dinte se nuk do të miratohen kurrë, por që ai i përdorte si mjet negocimi. Ishte një lojë e ndërlikuar, thot Burim B, Sabri do të propozonte diçka që ai e dinte se pala tjetër do ta refuzonte. Pastaj ai do të lëshonte në atë çështje në këmbim të diçkaje që ai vërtet donte. Por pala tjetër nuk e kuptonte se ajo që ata kishin fituar ishte në fakt ajo që Sabri kishte dashur që nga fillimi. Kjo taktik, që psikologët e quajnë ankorimi dhe lëshimi, ishte një nga armët më të fuqishme të Godës. Por ajo kërkonte një nivel mashtrimi që shumë njerëz do ta gjenin të papranueshëm.
A ishte Godot duke manipuluar procesin demokratik? Apo a I thjesht po përdorte mjetet që kishte në dispozicion për të arritur një qëllim më të lartë? Burim B ka një perspektivë interesante. Njerëzit shpesh thonë se politika është arti I të mundurës. Por Sabri e kuptoi se politika është shkenca e perceptimit. Nëse ti mund të kontrollosh se si njerëzit perceptojnë një situatë, ti mund të kontrollosh rezultatin. Dhe ai ishte mjeshtër në këtë. Por jo të gjithë në rrethin e brendshëm 12 ishin të rehatshëm me këto metoda. Burim Sa, një ish antare e grupit që punonte si këshilltare për çështje sociale, na tregon se kishte debate të ashpra brenda grupit për etikën e qasjes së godës. Kishte momente kur unë pyesja veten, a jemi ne duke ndërtuar demokraci apo duke krijuar një sistem tjetër manipulimi, thot ajo. Por pastaj Sabri do të më kujtonte se alternativa ishte kaosi, ndoshta edhe lufta civile. Dhe unë do të heshta, sepse ai kishte të drejtë. Por kjo nuk do të thotë se unë ndihesha mirë me atë që po bënim. Kjo tension e brendshme, midis qëllimit dhe mjeteve, midis idealizmit dhe pragmatizmit, ishte një temë konstante në punën e godës. Dhe ajo arriti në kulm në një moment specifik që antarët e grupit e kujtojnë si nata e vendimit. Ishte në gusht 198, vetëm 2 muaj para votimit final. Godot kishte thirrur një takim urgjent të rrethit të brendshëm 12 në një vilë private jashtë Tiranës. Ajo që ai u tha atyre atë natë do të ndryshonte gjithçka. Ai na tha se kishte marrë një kërcënim serioz, kujton Burim A, jo vetëm kundër tij, por kundër të gjithë neve. Dikush e dinte për ekzistencën e grupit ton dhe po kërcënonte ta ekspozonte atë nëse ne nuk ndalonim procesin. Sabri na tha se ne kishim 2 zgjedhje, të vazhdojmë dhe të rrezikojmë gjithçka, ose të tërhiqemi dhe të pranojmë dështimin. Çfarë zgjodhen ata? Burim A buzëqesh me trishtim. Ne votuam. Ishte e vetmja herë që ne votuam për diçka. Dhe rezultati ishte 20-0. Të gjithë vendosën të vazhdojnë. Edhe ata që kishin dyshime, edhe ata që kishin frikë. Sepse ne të gjithë e kuptuam se nëse ne tërhiqeshim tani, gjithçka që kishim punuar do të ishte për asgjë. Por kjo vendim kishte një çmim. Në javët që pasuan, antarë të grupit filluan të përjetonin incidente të çuditshme. Njëri gjeti makinën e tij të vandalizuar. Një tjetër mori telefonata kërcënuese në mes të natës. Një e tretë u ndjek nga njerëz të panjohur. Ishte e qartë se dikush po përpiqej t'i frikësonte ata. Por ata nuk u tërhoqën. Ata vazhduan të punonin duke ditur se çdo ditë mund të ishte e fundit. Kush ishte pas këtyre kërcënimeve? Burim B ka një teori. Kishte forca brenda të dyja partive kryesore që nuk donin kompromis. Për ta, një kushtetutë konsensuale do të thotë humbje e pushtetit absolut. Dhe ata ishin të gatshëm të bënin gjithçka për ta ndaluar atë. Por ajo që ata nuk e kuptuan ishte se duke na kërcënuar, ata vetëm na bën më të vendosur. Kjo është një paradoks interesant, se kërcënimet në vend që të dobësonin grupin, në fakt e forcuan atë. Por pse? Burim Sa ofron një shpjegim. Sepse ne të gjithë e kuptuam se nëse ne tërhiqeshim për shkak të frikës, ne do të jetonim me atë turp për pjesën tjetër të jetës sonë. Dhe kjo ishte më e keqe se çdo kërcënim fizik. Por kishte edhe një faktor tjetër që mbajti grupin të bashkuar, besnikëria ndaj Sabri Godës. Të gjithë antarët e grupit flasin për Godën me një respekt që kufizon me adhurimin. Ai nuk ishte thjesht një lider, thot Burim A, ai ishte një vizionar që na bëri të besonim se ne po bënim diçka historike. Dhe kur ti beson në diçka kaq thellë, ti je I gatshëm të sakrifikosh gjithçka për të. Por a ishte kjo besnikëri e shëndetshme? Apo ishte ajo një formë e manipulimit psikologjik? Këto janë pyetje që edhe antarët e grupit I bëjnë vetes edhe sot. Pas miratimit të kushtetutës, rrethi I brendshëm 12 u shpërnda. Godot u sigurua që antarët e grupit të shpërndaheshin në pozicione të ndryshme, në vende të ndryshme, në mënyra që do të ishte e vështirë për dikë të identifikonte ata si një grup. Dhe ai u bëri të gjithëve një kërkesë të fundit, të mos flasin kurrë për ekzistencën e grupit, të mos zbulojnë kurrë sekretet që ata dinin, të mos shkruajnë kurrë për përvojat e tyre. Ishte një pakt heshtjeje që shumica e tyre e respektuan për më shumë se 20 vjet.
Por tani, me Godën të vdekur dhe me shumë nga aktorët kryesor të asaj kohe të vdekur ose të tërhequr nga jeta publike, disa antar të grupit po fillojnë të mendojnë se ndoshta është koha që e vërteta të dihet. Ne po plakemi, thot Burim Sa, dhe nëse ne nuk flasim tani, e vërteta do të vdes me ne. A është kjo ajo që Sabri do të kishte dashur? Unë nuk jam e sigurt. Kjo pyetje, se çfarë do të kishte dashur Godo, është një që i mundon të gjithë ata që e njohin atë. Sepse Godo vet ishte i ndarë midis dëshirës për transparencë dhe nevojës për fshehtësi, midis idealizmit dhe pragmatizmit, midis së vërtetës dhe mbrojtjes. Një gjë është e qartë, rrethi i brendshëm 12 luajti një rol kritik në suksesin e Godës. Pa këta njerëz, pa përkushtimin e tyre, pa gatishmërinë e tyre për të rrezikuar gjithçka, kushtetuta e 198 ndoshta nuk do të ishte miratuar kurrë. Por çmimi i këtij suksesi ishte i lartë, jo vetëm për Godën, por edhe për ata që punuan në hije, që sakrifikuan sigurinë e tyre, që mbajtën sekrete që i munduan për dekada. A vlente? Vetëm ata mund ta përgjigjen këtë pyetje. Por fakti që disa prej tyre po fillojnë të flasin tani sugjeron se ndoshta, pas gjithë këtyre viteve, ata ende po kërkojnë përgjigjen. Në pallatin e kongreseve në Tiranë ekzistojnë tunele dhe bunkere që as arkitektët zyrtar nuk i njohin edhe sot. Kush i ndërtoi ato në fshehtësi? Ku çonin këto tunele? Dhe pse në ditët e fundit të negociatave, Sabri Godo kontrollonte personalisht këto rrugë evakuimi çdo natë? Garda personale ka ruajtur këto sekrete për më shumë se 3 dekada, por sot flasim për herë të parë. Në këtë kapitull, ne do të zbulojmë një rrjet të fshehtë nëntoksor që u ndërtua gjatë viteve të para të demokracisë, një rrjet që kishte një qëllim të vetëm, të siguronte që njerëzit kryesor të procesit të kushtetues të mund të evakuoheshin në rast të një grushti shteti ose sulmi terrorist. Por kush e financoi këtë projekt të fshehtë? Kush e dinte për ekzistencën e tij? Dhe çfarë tjetër fshihet në ato tunele që askush nuk ka guxuar ta zbulojë deri tani? Për të kuptuar historinë e këtyre tuneleve, ne duhet të kthehemi në vitin 197, një vit kaosi për Shqipërinë. Qeveria kishte rënë. Armët ishin kudo. Dhe kishte frikë reale se vendi mund të zhytej në një luftë civile. Në këtë kontekst, Sabri Godo dhe një grup i vogël njerëzish të besuar morën një vendim që duke i çmendur, të ndërtonin një sistem evakuimi të fshehtë që do të mund të shpëtonte jetën e atyre që po punonin për të ndërtuar paqen. Projekti ishte kaq i fshehtë sa edhe shumica e antarëve të rrethit të brendshëm 12 nuk e dinin për të. Vetëm 5 njerëz e dinin të vërtetën e plotë dhe 3 prej tyre janë të vdekur tani. Njëri nga 2 të mbijetuarit, një ish inxhinier që punoi në ndërtimin e tuneleve, pranon të flasë për herë të parë. Projekti filloi në mars 197, thot ai, duke kërkuar të mbetet anonim. Sabri më thiri në një takim privat dhe më tha, kam nevojë për diçka që askush nuk duhet ta di. Mund të më ndihmosh? Unë pyeta se çfarë. Ai tha, tunele. Tunele që çojnë nga pallati i kongreseve në 3 pika të ndryshme të qytetit. Tunele që askush nuk duhet t'i gjej kurrë. Inxhinieri ishte skeptik në fillim. Si mund të ndërtoheshin tunele në fshehtësi në mes të një qyteti? Por Godo kishte një plan të detajuar që tregonte se ai kishte menduar për këtë për një kohë të gjatë. Plani ishte i ndërlikuar por genialisht i thjeshtë. Tunelet do të ndërtoheshin në mbulimin e projekteve të tjera ndërtimi që po ndodhnin në qytet. Punëtorët që do të punonin në to nuk do të dinin se çfarë po ndërtonin, ata do të mendonin se po punonin në sisteme kanalizimi ose kablo elektrike. Dhe vetëm një grup i vogël njerëzish do të dinin hartën e plotë të rrjetit. Ishte si të ndërtojë një mozaik, shpjegon inxhinieri. Çdo punëtor shihte vetëm një copë të vogël. Vetëm ne, që e dinim të gjithë planin, e kuptonim se çfarë po ndërtonim vërtet. Ndërtimi zgjati 16 muaj. Ishte një operacion i rrezikshëm që kërkonte precizion absolut. Një gabim i vogël mund të shkaktonte një shembje. Një rrjedhje informacioni mund të ekspozonte gjithë projektin. Por ekipi punoi me një përkushtim që inxhinieri e përshkruan si pothuajse fanatik. Ne të gjithë e kuptuam se po bënim diçka të rëndësishme, thot ai. Diçka që mund të shpëtonte jetë. Dhe kjo na mbajti të motivuar edhe në momentet më të vështira. Por projekti kishte edhe një anë të errët. Për ta mbajtur atë sekret, Godo duhej të bënte gjëra që ai normalisht nuk do t'i bënte.
Ai duhej të gënjente njerëz që i besonin. Ai duhej të manipulonte buxhete dhe dokumente. Ai duhej të krijonte kompani fantazmë që do të financonin projektin. Ishte një rrjet mashtrimi që, nëse zbuloi, mund ta shkatëronte atë politikisht. Por Godot e konsideroi këtë si një çmim të nevojshëm. Ai më tha një herë, kujton inxhinieri, nëse unë duhet të gënjej për të shpëtuar jetë, atëherë unë do të gënjej. Dhe unë do të jetoj me atë barë. Kjo ishte lloji i njeriut që ai ishte, i gatshëm të sakrifikonte edhe integritetin e tij personal për një qëllim më të lartë. Tunelet u përfunduan në shtator 198, pikërisht në kohë për fazën finale të negociatave. Dhe ato u përdorën, jo për evakuim real, por për takime sekrete që nuk mund të mbahen në vende publike. Disa nga negociatat më kritike për kushtetutën u zhvilluan në ato tunele, larg syve të mediave, larg veshëve të spionëve, larg ndërhyrjes së atyre që donin të sabotojnë procesin. Ishte si një botë paralele, thot inxhinieri. Lart, në sipërfaqe, ishte kaosi dhe tensioni. Por poshtë, në tunele, ishte qetësia dhe fokusi. Ishte vendi i vetëm ku njerëzit mund të flisnin vërtet hapur pa u frikësuar se dikush po i dëgjonte. Por tunelet kishin edhe një qëllim tjetër që nuk u zbulua deri shumë më vonë. Ato përmbanin dhoma të fshehura ku Godot ruante dokumente të ndjeshme, dokumente që ai nuk i besonte askujt tjetër. Këto dokumente përfshinin kopje të gjitha negociatave, regjistra të takimeve sekrete dhe diçka edhe më të rëndësishme, prova të kërcënimeve dhe tentativave të sabotimit që kishin ndodhur gjatë procesit. Sabri e dinte se një ditë dikush do të përpiqej të rishkruante historinë, thot inxhinieri. Dhe ai donte të sigurohej se e vërteta do të ruhet diku ku askush nuk mund ta shkatëronte atë. Por ku janë ato dokumente tani? Inxhinieri tund kokën. Unë nuk e di. Pas vdekjes së Sabrit, unë shkova në tunele për t'i kontrolluar. Por dhomat ishin zbrazur. Dikush i kishte marrë dokumentet. Kush? Unë nuk e di. Por unë dyshoj se dikush që e dinte për ekzistencën e tyre shkoi atje para se ne të mund të veprojmë. Kjo zbulim ngre pyetje shqetësuese. Nëse dokumentet u morën, kush i mori? A ishin ato shkatëruar? Apo janë ato ende diku, duke pritur të zbulohen? Dhe çfarë tjetër fshihet në ato tunele që ne nuk e dim ende? Një tjetër person që ka njohuri për tunelet është një ish antar i gardës së sigurisë që ishte përgjegjës për të monitoruar hyrjet dhe daljet. Ai na tregon për një incident që ndodhi në tetor 198, vetëm pak ditë para votimit final. Ishte rreth orës 3 të mëngjesit, thot ai. Unë isha duke bërë patrullimin tim të zakonshëm kur pash diçka të çuditshme, një dritë në një nga tunelet që duhej të ishte e zbrazët. Unë shkova për ta kontrolluar dhe gjeta Sabri Godën atje, vetëm duke lexuar dokumente me dritën e një lampe dore. Kur ai më pa, ai nuk u frikësua. Ai thjesht tha, mirë që je këtu. Kam nevojë që ti të bësh diçka për mua. Çfarë kërkoi Godot? Roja nguron para se të përgjigjet. Ai më dha një zarf të vulosur dhe më tha, nëse mua më ndodh diçka në ditët e ardhshme, dua që ti ta çosh këtë në një adresë specifike. Por vetëm nëse mua më ndodh diçka. Nëse gjithçka shkon mirë, ti duhet ta shkatërosh atë pa e hapur kurrë. Unë e pyeta se çfarë kishte brenda. Ai thjesht tha, sigurimi i jetës. Unë nuk e kuptova se çfarë donte të thoshte, por unë mora zarfin dhe premtova se do ta bëja atë që ai kërkonte. Godot mbijetoi dhe roja shkatëroi zarfin pa e hapur kurrë, siç kishte premtuar. Por ai thot se ai shpesh mendon se çfarë kishte brenda. A ishte një testament? A ishte një letër që zbulonte sekrete? A ishte diçka që do të kishte ndryshuar historinë nëse do të ishte zbuluar? Unë nuk do ta di kurrë. Por fakti që Sabri ndihej i detyruar ta bënte atë më tregon se sa i rrezikshëm ishte ai moment. Ai vërtet besonte se ai mund të vritej në çdo moment. Kjo paranoj, apo ishte realitet? Ishte një temë konstante në ditët e fundit para votimit. Godot kishte marrë masa sigurie që dukeshin ekstreme. Ai ndryshonte rutinën e tij çdo ditë. Ai nuk flinte kurrë në të njëjtin vend 2 net rresht. Ai kishte krijuar një sistem sinjalizimi me gardën e tij që do të tregonte nëse ai ishte në rrezik. Dhe ai kishte planifikuar rrugë evakuimi për çdo skenar të mundshëm. Ai jetonte si një njeri që priste të sulmojë në çdo moment, thot roja.
Dhe ndoshta ai kishte të drejtë. Sepse ne kur nuk e dim se sa tentativa u bën kundër tij që ne i ndalonim para se ato të arrinin te ai. Pas miratimit të kushtetutës, tunelet u mbyllën. Hyrjet u vulosën. Dhe për vite, ato u harruan. Por në vitin 2005, diçka e çuditshme ndodhi. Gjatë punimeve të rinovimit në Pallatin e Kongreseve, punëtorët zbuluan një nga hyrjet. Ata raportuan zbulimin te autoritetet dhe një ekip u dërgua për të hetuar. Por kur ata arritën, hyrja ishte vulosur përsëri dhe kësaj here me beton të fortë që dukej se ishte hedhur shumë kohë më parë. Kush e bëri këtë? Dhe pse? Autoritetet nuk e hetuan më tej dhe incidenti u harrua shpejt. Por disa njerëz që e din historinë e tuneleve besojnë se dikush po përpiqet të sigurojë që ato të mos zbulohen kurrë. Ka sekrete atje poshtë që dikush nuk dëshiron që ne t'i dim, thot inxhinieri. Dhe derisa ne nuk kemi guximin për t'i eksploruar ato tunele plotësisht, ne nuk do ta dim kurrë të vërtetën e plot për atë që ndodhi gjatë atyre viteve. A duhet ne ta bëjmë këtë? A duhet ne të hapim ato tunele dhe të shohim se çfarë fshihet atje? Apo ka sekrete që është më mirë të mbeten të varrosura? Këto janë pyetje që ne duhet t'i bëjmë ndërsa vazhdojmë këtë hetim të jashtëzakonshëm në jetën dhe trashëgiminë e Sabri Godës. Një gjë është e qartë, tunelet janë një metaforë e përsosur për vetë Godën, një strukturë e ndërlikuar, e fshehtë, e ndërtuar me qëllime fisnike, por që fsheh gjithashtu sekrete që mund të jenë të errëta. Dhe derisa ne nuk i eksplorojmë ato tunele, si ato fizike ashtu edhe ato metaforike, ne nuk do ta kuptojmë kurrë plotësisht njeriun që i ndërtoi ato dhe qëllimin që ai kishte në mendje. A ishte ai një vizionar që po mbrojte një proces të brishtë? Apo ishte ai një manipulator që po krijonte një sistem kontrolli të fshehtë? Ndoshta ai ishte të dyja. Ndoshta kjo është e vërteta më e vështirë për t'u pranuar, se heronjtë tanë nuk janë kurrë plotësisht të pastër, se ata që ndërtojnë paqen shpesh duhet të përdorin mjete që nuk janë paqësore, se çmimi i progresit është shpesh më i lartë se sa ne dëshirojmë ta pranojmë. Në arkivat e Ministrisë së Brendshme të Shqipërisë, në një dosje të mbyllur me vulë të kuqe dhe kodin UM944, ka dokumente që askush nuk duhet t'i shihte kurrë. Këto dokumente përmbajnë informacione për shëndetin e vërtetë të Sabri Godës, për planet e evakuimit në rast revolucioni dhe për diçka shumë më shokuese, marrëdhëniet reale midis Godës dhe figurave të caktuara të regjimit të vjetër. Pse këto dosje u shkatëruan pikërisht në ditën kur Godo u largua nga jeta publike? Çfarë fshenin ato që ishte kaq e rrezikshme sa edhe sot, më shumë se 20 vjet më vonë, dikush nuk dëshiron që ne t'i dim? Në këtë kapitull final të pjesës son, ne do të zbulojmë historinë e dokumenteve që u humbën, të informacionit që u shkatërua dhe të së vërtetës që dikush po përpiqet ta mbajë të fshehtë përgjithmonë. Kush kishte akses në këto dosje? Kush vendosi që ato duhej të shkatërohen? Dhe çfarë tjetër fshihet në arkivat e shtetit që ne nuk e dim ende? Për të kuptuar rëndësinë e këtyre dosjeve, ne duhet të kthehemi në vitin 199, një vit pas miratimit të kushtetutës. Sabri Godo kishte filluar të tërhiqej nga jeta publike, por ai ende kishte akses në informacione të ndjeshme. Dhe ai kishte filluar të punonte në atë libër që ai tha se do të ishte historia e vërtetë. Por për ta shkruar atë histori, ai kishte nevojë për dokumente që ishin të klasifikuara dhe që zyrtarisht ai nuk duhej t'i kishte. Si mori ai ato dokumente? Dhe çfarë zbuloi ai në to që e bëri atë kaq të shqetësuar? Një ish arkivist i Ministrisë së Brendshme, që pranon të flas vetëm në kushte anonimitetit të plot, na tregon për një seri vizitash që Godo bëri në arkiva gjatë vitit 199. Ai vinte vonë në mbrëmje, kur shumica e stafit kishte shkuar në shtëpi, thot arkivisti. Ai kishte leje speciale nga nivelet të larta, kështu që unë nuk mund ta ndaloja. Por unë e vëzhgoja atë. Ai kërkonte dosje specifike, dosje që kishin të bënin me periudhën e tranzicionit, me negociatat për kushtetutën, me njerëz specifik që kishin qenë të përfshirë në proces. Çfarë po kërkonte Godo? Arkivisti ka një teori. Unë mendoj se ai po përpiqej të verifikonte diçka. Ai po përpiqej të sigurohej se ajo që ai kujtonte ishte e saktë, se ajo që ai kishte bërë ishte e drejtë. Ai po kërkonte konfirmim, ose ndoshta ai po kërkonte falje. Por ajo që Godo gjeti në ato dosje e shqetësoi atë thellësisht. Arkivisti kujton një mbrëmje specifike kur Godo doli nga dhoma e arkivave duke dukur i zbehtë dhe i tronditur. Ai më pyeti,
A e dije ti për këtë? Unë nuk e dija se për çfarë po fliste. A i thjesht tundi kokën dhe tha, natyrisht që nuk e dije. Askush nuk duhej ta dinte. Dhe pastaj ai u largua. Unë nuk e pash kur më pas. Çfarë kishte gjetur Godo? Arkivisti nuk e di me siguri, por ai ka një dyshim. Unë mendoj se ai zbuloi se disa nga njerëzit që ai kishte besuar, disa nga ata që ai kishte menduar se ishin aleat të tij, në fakt kishin qenë duke punuar kundër tij. Ose më keq, ata kishin qenë duke punuar për dikë tjetër. Kjo zbulim, nëse është e vërtet, do të shpjegonte shumë për sjelljen e Godës në vitet e fundit të jetës së tij. Ai u bë gjithnjë më i izoluar, më i dyshues, më i tërhequr. Ai ndaloi se takuari njerëz që ai kishte konsideruar miq. Ai filloi të flasë për tradhti dhe manipulim në mënyra që shqetësuan ata që e njohin atë. A ishte ai duke u bërë paranojak? Apo ai kishte zbuluar diçka reale që e kishte shkatëruar besimin e tij në njerëzit? Një tjetër burim, një ish oficer i inteligjencës që punoi gjatë periudhës së tranzicionit, na jep një perspektivë tjetër. Gjatë viteve të negociatave për kushtetutën, kishte shumë aktorë të ndryshëm që po përpiqeshin të ndikojnë procesin, thot ai. Jo vetëm forca politike vendase, por edhe forca të huaja, shërbime inteligjence, organizata ndërkombëtare, grupe interesi. Dhe Sabri Godo, me të gjithë zgjuarsinë e tij, ndoshta nuk e kuptoi plotësisht se sa i ndërlikuar ishte loja që ai po luante. Ai mendonte se ai po negocionte me njerëz që kishin interesat e Shqipërisë në zemër. Por disa prej tyre kishin agjenda të tjera. Kjo perspektivë ngre pyetje shqetësuese. A ishte Godo një lojtar në një lojë më të madhe që ai nuk e kuptonte plotësisht? A ishin disa nga kompromiset që ai bëri në fakt rezultati manipulimit nga forca që ai nuk i shihte? Dhe nëse kjo është e vërtetë, sa e vlefshme është trashëgimia e tij? Këto janë pyetje të vështira që nuk kanë përgjigje të lehta. Por ato janë pyetje që ne duhet t'i bëjmë nëse duam të kuptojmë plotësisht historinë e asaj periudhe. Në vitin 2000, një vit pas vizitave të Godës në arkiva, diçka e çuditshme ndodhi. Një zjarr aksidental shkatërroi një pjesë të arkivave të Ministrisë së Brendshme. Shumë dosje u humbën, duke përfshirë disa nga ato që Godo kishte konsultuar. Hetimi zyrtar konkludoi se zjarri ishte rezultat i një defekti elektrik. Por disa njerëz që punuan në arkiva atë kohë nuk e besojnë këtë. Zjarri filloi në një zonë specifike, thot një ish punonjës. Zona ku ruheshin dosjet më të ndjeshme. Dhe ai u përhap shumë shpejt, sikur dikush kishte përdorur përshpejtues. Por hetimi nuk e shqyrtoi kurrë këtë mundësi. A ishte zjarri një aksident? Apo ishte ai një përpjekje e qëllimshme për të shkatëruar prova? Dhe nëse ishte e qëllimshme, kush e bëri? Këto janë pyetje që nuk kanë përgjigje. Por fakti që zjarri ndodhi pikërisht në atë kohë, pikërisht në atë vend, ngre dyshime të arsyeshme. Dhe fakti që Sabri Godo nuk komentoi kurrë publikisht për zjarrin, megjithse ai duhej të kishte qenë i shqetësuar për humbjen e dokumenteve që ai kishte konsultuar, është edhe më i çuditshëm. Një tjetër aspekt i historisë së arkivave ka të bëjë me atë që ndodhi pas vdekjes së Godës. Kur ai vdiq në vitin 2011, familja e tij gjeti shënime dhe dokumente në shtëpinë e tij që dukej se ishin pjesë e librit që ai po shkruante. Por shumë nga këto dokumente ishin të pakompletuara ose të fragmentuara. Dhe disa prej tyre kishin shënime në marzhe që sugjeron se Godo kishte qenë i shqetësuar për diçka specifike. Një nga këto shënime thot thjesht, a e dija unë? Apo ata më manipuluan? Çfarë do të thot kjo? Për çfarë po fliste Godo? Familja e Godës vendosi të mos publikojë këto shënime, duke thënë se ato ishin shumë personale dhe të pakompletuara për t'u ndarë me publikun. Por disa njerëz që i kanë parë ato thonë se ato përmbajnë zbulime që do të mund të ndryshonin perceptimin ton për Godën dhe për procesin e kushtetutës. Ka gjëra atje që do të bënin që njerëzit të pyesin pyetje të vështira, thot një person që ka pasur akses në shënime. Pyetje për motivet e njerëzve të caktuar, për burimet e financimit të procesit, për marrëveshje që u bën në fshehtësi. Dhe ndoshta është më mirë që këto pyetje të mos bëhen, sepse përgjigjet mund të jenë shumë të dhimbshme. Por a është kjo e drejtë? A kemi ne të drejtë të dimë të vërtetën, edhe nëse ajo e vërtet është e dhimbshme? Apo ka momente kur fshehtësia është më e mirë se transparenca? Këto janë pyetje filozofike që nuk kanë përgjigje të lehta.
Por ato janë pyetje që ne duhet t'i bëjmë ndërsa shqyrtojmë trashëgiminë e Sabri Godës dhe të gjithë atyre që punuan për të ndërtuar demokracinë në Shqipëri. Një gjë që është e qartë nga studimi i arkivave, ose më saktë, nga studimi i asaj që mungon nga arkivat, është se historia e periudhës së tranzicionit është shumë më e ndërlikuar se sa ne e dimë. Ka boshllëqe në regjistrat zyrtar. Ka dokumente që janë hequr ose shkatëruar. Ka dëshmitarë që kanë vdekur pa folur. Dhe ka sekrete që janë mbajtur nga njerëz që ende janë gjallë, por që zgjedhin të heshtin. Derisa ne nuk i mbushim këto boshllëqe, derisa ne nuk i gjejmë këto dokumente, derisa ne nuk i bindim këta njerëz të flasin, ne nuk do ta kuptojmë kurrë plotësisht se çfarë ndodhi vërtet gjatë atyre viteve kritike. Por ndoshta kjo është pikërisht ajo që disa njerëz dëshirojnë. Ndoshta ka ata që preferojnë që historia të mbetet e paplot, që e vërteta të mbetet e fshehtë, që sekretet të mbeten të varrosura. Sepse nëse e vërteta dilte, ajo mund të shkatëronte reputacione, ajo mund të ndryshonte perceptime, ajo mund të bënte që njerëzit të pyesin pyetje të vështira për themelet e sistemit që ne jetojmë sot. Dhe ndoshta, për disa njerëz, kjo është një çmim shumë i lartë për t'u paguar për transparencë. Por për të tjerët, për ata që besojnë se demokracia kërkon të vërtetën, se historia duhet të shkruhet me saktësi, se sekretet janë armiq të progresit, heshtja është e papranueshme. Ata argumentojnë se ne kemi detyrimin ndaj brezave të ardhshëm për të zbuluar të vërtetën, pavarësisht se sa e dhimbshme mund të jetë ajo. Ata argumentojnë se vetëm duke kuptuar plotësisht të kaluarën, ne mund të ndërtojmë një të ardhme më të mirë. Dhe ata argumentojnë se Sabri Godo, me të gjitha sekretet e tij, me të gjitha kompromiset e tij, me të gjitha manipulimet e tij, meritonte të kuptohet plotësisht, jo për ta shkatëruar trashëgiminë e tij, por për ta vlerësuar atë në kontekstin e plot të kohës dhe rrethanave në të cilat ai veproi. Kush ka të drejtë? A duhet ne të kërkojmë të vërtetën me çdo çmim? Apo ka momente kur fshehtësia është më e mirë se transparenca? Këto janë pyetje që secili prej nesh duhet t'i përgjigjet për veten. Por ajo që është e qartë është se historia e Sabri Godës, historia e Kushtetutës së 198, historia e tranzicionit demokratik të Shqipërisë, të gjitha këto janë histori të pakompletuara. Dhe derisa ne nuk i kompletojmë ato, derisa ne nuk i mbushim boshllëqet, derisa ne nuk i zbulojmë sekretet, ne do të vazhdojmë të jetojmë në një vend ku e kaluara është një mister, e tashmja është e paqartë dhe e ardhmja është e pasigurt. Për herë të parë në 35 vjet, njeriu që ishte përgjegjës për sigurinë personale të Sabri Godës gjatë viteve kritike të negociatave pranon të flasë përpara kamerave. Ajo që ai na tregon për javët e fundit të procesit do të rrëzojë gjithçka që mendonit se dinin. Nga bisedat private midis Godës dhe figurave kryesore politike, te planet e dëshpëruara të evakuimit, te momenti kur ai kuptoi se gjithçka kishte mbaruar. Një dëshmi ekskluzive që do t'ju mbaj me frymën pezull. Ky njeri, që do ta quajmë Ilir për arsye sigurie, ulet përballë nesh me një dosi të vjetër lëkure në duar, të njëjtën dosi që ai ka mbajtur të fshehtë për më shumë se 3 dekada. Sabri më tha diçka në 27 tetor 198 që unë nuk e harrova kurrë, fillon ai, zëri i tij i mbushur me emocion. Ai tha, Ilir, nëse nesër gjithçka shkon keq, dua që ti ta dish se çdo vendim që unë mora ishte për këtë vend. Edhe ato që dukeshin të gabuara. Unë e pyeta, çfarë vendimesh? Por ai thjesht tundi kokën dhe tha, ti do ta kuptosh një ditë. Çfarë vendimesh po fshite Godo? Çfarë kompromisesh ai kishte bërë që ai e dinte se historia mund t'i gjykonte ashpër? Dhe pse ai ndiu nevojën t'i konfesojë rojes së tij vetëm një ditë para votimit më të rëndësishëm të jetës së tij? Ilir hap dosjen dhe na tregon diçka që na habi të gjithëve, një letër të shkruar me dorë nga Godo, datuar 26 tetor 198, 2 ditë para votimit final. Letra nuk ishte drejtuar askujt specifik. Ishte thjesht një reflektim personal, një lloj ditari që Godo kishte shkruar në mes të natës kur nuk mund të flinte. Unë e gjeta këtë në zyrën e tij të mëngjesin pas votimit, thot Ilir. Ai e kishte lënë atje, sikur donte që dikush ta gjente. Ose ndoshta ai thjesht e kishte harruar. Por kur e lexova, kuptova se kjo ishte shpirti i tij, i zhveshur, i pambrojtur, i sinqert në një mënyrë që ai nuk ishte kurrë publikisht. Ilir fillon ta lexoj letrën me zë të lartë dhe fjalët e Godës na prekin thellë. Kam bërë gjëra që nuk jam krenar për to, shkruan Godo. Kam gënjur njerëz që më besonin. Kam manipuluar situata për të arritur rezultate që unë besoja se ishin të drejta.
Kam mbajtur sekrete që ndoshta duhej të ishin zbuluar. Por çdo herë që bëra këto gjëra, unë e pyeta veten, a është kjo për interesin tim personal, apo për interesin e vendit? Dhe çdo herë, përgjigjja ishte e njëjtë, për vendin. Por a mjafton kjo? A justifikon qëllimi mjetet? Unë nuk e di më. Gjithçka që di është se nesër, kur ata votojnë, unë do të jem ose heroi që shpëtoi Shqipërinë nga kaosi, ose manipulatori që mashtroi një kombë të tërë. Dhe e vërteta është se ndoshta unë jam të dyja. Kjo vetdije e brendshme, kjo luftë midis idealizmit dhe pragmatizmit, midis qëllimit fisnik dhe mjeteve të dyshimta, ishte në zemër të gjithçkaje që Godot bëri. Ai nuk ishte një hero i pastër. Ai nuk ishte një vizionar i papërlyer. Ai ishte një njeri i ndërlikuar që jetoi në kohë të ndërlikuara dhe që bëri zgjedhje të vështira që kishin pasoja të ndërlikuara. Dhe ndoshta kjo është mësimi më i rëndësishëm që ne mund të mësojmë nga historia e tij, se heronjt real nuk janë kurrë të përsosur, se ndërtimi i paqes kërkon shpesh kompromise që janë të dhimbshme, se çmimi i progresit është gjithmonë më i lartë se sa ne dëshirojmë ta pranojmë. Por letra vazhdon dhe pjesa tjetër është edhe më shokuese. Ka një sekret që unë nuk mund ta ndaj me askënd, shkruan Godot. Një marrëveshje që u bë në fshehtësi, një premtim që u dha që nuk mund të shkruhet kurrë në letër. Kjo marrëveshje ishte çelësi i gjithçkaje. Pa të, kushtetuta nuk do të kishte kaluar kurrë. Por nëse kjo marrëveshje zbulohet ndonjëherë, ajo do të shkatëronte gjithçka që ne ndërtuam. Prandaj unë do ta mbaj këtë sekret deri në frymën time të fundit. Dhe unë lutem që askush tjetër të mos e zbulojë atë kurrë. Çfarë ishte kjo marrëveshje? Ilir thot se ai nuk e di me siguri, por ai ka një teori bazuar në gjëra që ai dëgjoi dhe pa gjatë atyre ditëve. Unë mendoj se kishte të bënte me ndarjen e pushtetit pas miratimit të kushtetutës, thot ai. Unë mendoj se Sabri negocioi një marrëveshje ku të dyja palët kryesore do të kishin garanci të caktuara, pozicione të caktuara në qeveri, kontroll mbi institucione të caktuara, akses në burime të caktuara. Ishte një lloj pakti i fshehtë që siguronte se asnjë palë nuk do të ndiehej plotësisht e mposhtur, dhe prandaj asnjë palë nuk do të kishte arsye për të sabotuar sistemin. Nëse kjo teori është e saktë, ajo do të shpjegonte shumë për atë që ndodhi në vitet që pasuan miratimin e kushtetutës. Do të shpjegonte pse disa pozicione u ndan në mënyra që dukeshin të çuditshme. Do të shpjegonte pse disa vendime u morën që dukeshin të paarsyeshme. Do të shpjegonte pse sistemi, megjithse jo i përsosur, arriti të mbijetojë dhe të funksionojë në një mënyrë që shumë njerëz nuk e kishin parashikuar. Por ajo do të ngrinte edhe pyetje të vështira për legjitimitetin e procesit. A ishte kushtetuta vërtet një dokument demokratik? Apo ishte ajo rezultati një marrëveshjeje të fshehtë midis elitave që vendosën të ndajnë pushtetin midis tyre në vend që ta linin atë të vendoset nga procesi demokratik? Këto janë pyetje që nuk kanë përgjigje të lehta. Por ato janë pyetje që ne duhet t'i bëjmë nëse duam të kuptojmë plotësisht trashëgiminë e Sabri Godës. Sepse ndoshta e vërteta është se demokracia, veçanërisht në fazat e saj të hershme, kërkon kompromise që nuk janë plotësisht demokratike. Ndoshta e vërteta është se për të ndërtuar një sistem që funksionon, ndonjëherë duhet të bësh marrëveshje që nuk janë plotësisht transparente. Ndoshta e vërteta është se idealizmi i pastër nuk mjafton, se duhet edhe pragmatizëm, edhe manipulim, edhe fshehtësi. Por kjo e vërtet është e vështirë për t'u pranuar. Sepse ne duam të besojmë se heronjtë tanë janë të pastër, se sistemet tona janë të ndërtuara mbi parime të qarta, se historia jonë është e thjeshtë dhe e drejtë. Por historia e Sabri Godës na tregon se realiteti është shumë më i ndërlikuar. Ai na tregon se ndërtimi i një kombi kërkon njerëz që janë të gatshëm të jetojnë në zonën gri midis së mirës dhe së keqes, midis së vërtetës dhe gënjeshtrës, midis idealizmit dhe pragmatizmit. Dhe ai na tregon se çmimi i kësaj pune është i lartë, jo vetëm për ata që e bëjnë atë, por edhe për ata që vijnë pas tyre dhe që duhet të jetojnë me pasojat e vendimeve të tyre. Ilir mbyll dosjen dhe na shikon. Sabri Godot nuk ishte një njeri i përsosur, thot ai. Por ai ishte njeriu i duhur në kohën e duhur. Dhe patë, unë nuk e di se ku do të ishte Shqipëria sot. Ndoshta në një vend më të mirë. Ndoshta në një vend më të keq. Por ajo që e di me siguri është se ai dha gjithçka që kishte për këtë vend. Dhe kjo, për mua, është mjaft. Gërmoni se jeni një nga 15 generalet dhe të afërmit që dinin gjithçka për Sabri Godën, çdo sekret mjekësor, çdo plan evakuimi, çdo tunel të fshehtë nën Tiranë.
Tani gërmoni se duhet të zgjidhni, të ruani besnikërinë tuaj ose të shpëtoni jetën tuaj. Në 28 tetor 198, këta njerëz bën zgjedhjen që ndryshoi historinë e Shqipërisë. Por çfarë i detyroi ata të mbështesin shefin e tyre suprem deri në fund? Në këtë kapitull, ne do të zbulojmë historinë e një grupi të fshehtë që ekzistonte brenda rrethit të brendshëm të godës, një grup që njihej vetëm me kodin mbrojtësit e fundit. Këta njerëz nuk ishin thjesht mbështetës apo aleat. Ata ishin ruajtësit e trashëgimisë së godës, njerëzit që dinin se çfarë do të ndodhte nëse procesi dështonte. Dhe në një moment kritik, ata morën një vendim që do të përcaktonte jo vetëm fatin e godës, por edhe të ardhmen e një vendi të tërë. Kush ishin këta njerëz? Çfarë i motivoi ata të vepronin? Dhe çfarë sekreti ata ruajtën që ishte kaq i rëndësishëm sa edhe sot, më shumë se 20 vjet më vonë, ata e konsiderojnë atë si detyrën e tyre më të shenjtë? Për herë të parë në më shumë se 3 dekada, ne kemi arritur të identifikojmë 2 nga anëtarët kryesor të këtij grupi. Ata kanë pranuar të flasin, por vetëm sepse besojnë se koha ka ardhur që brezi i ri të kuptojë çfarë u sakrifikua për të ndërtuar sistemin që ata marrin si të mirëqen sot. Njëri prej tyre, një ish antar i kuvendit që ishte skeptik ndaj godës në fillim por që u bë një nga mbështetësit e tij më besnik, na tregon për momentin kur ai kuptoi se godo nuk po luftonte vetëm për një dokument politik, por për shpirtin e një kombi. Ishte në shtator 198, fillon ai. Unë kisha shkuar në zyrën e Sabrit për të diskutuar një dispozitë të kushtetutës që unë mendoja se ishte problematike. Por kur hyra, e gjeta atë duke qarë. Ishte hera e parë dhe e vetme që e pash atë duke treguar emocion kaq të fortë. Unë pyeta se çfarë kishte ndodhur. Ai më tregoi se sapo kishte marrë një telefonat nga një mik i vjetër që ishte duke vdekur nga kanceri. Miku i kishte thënë, Sabri, mos e lësho. Bëje këtë për fëmijët tanë. Bëje këtë për ata që vijnë pas nesh. Dhe Sabri më tha, si mund të dështoj tani? Si mund t'i them atij se nuk harrova? Në atë moment, unë kuptova se kjo nuk ishte vetëm politik për Sabrin. Ishte një mision personal, një detyrë që ai ndjente se ja kishte borxh gjeneratave të ardhshme. Ky ndjenjë detyre, kjo barë e përgjegjësisë ndaj të ardhmes, ishte ajo që mbajti godën të fokusuar edhe në momentet më të errëta. Dhe ishte gjithashtu ajo që frymëzoi mbrojtësit e fundit të qëndronin pranë tij edhe kur gjithçka dukej e humbur. Ata nuk po mbronin vetëm një njeri apo një dokument. Ata po mbronin një vizion për atë që Shqipëria mund të bëhej, një vend ku konfliktet zgjidheshin me fjalë në vend të armëve, ku ndryshimet bëheshin përmes votës në vend të dhunës, ku e ardhmja ndërtohej mbi kompromis në vend të konfrontimit. Por ky vizion kishte armiq. Kishte forca që preferonin kaos mbi rend, konfrontim mbi kompromis, pushtet absolut mbi ndarje të pushtetit. Dhe këto forca bën gjithçka që mundën për të sabotuar procesin. Antari i dytë i mbrojtësve të fundit që pranon të flasë, një grua që kishte punuar si këshilltare juridike gjatë hartimit të kushtetutës, na tregon për një incident që ndodhi vetëm 3 ditë para votimit final. Ishte në 25 tetor, thot ajo. Unë isha në zyrën time kur mora një telefonat nga një numër i panjohur. Zëri në anën tjetër ishte i shtrembëruar, sikur personi po përdorte një pajisje për ta ndryshuar atë. Ai më tha, ju e dini se çfarë po bëni është e gabuar. Ju po ndërtoni një sistem që do të dështoj. Tërhiquni tani, ose do të pendoheni. Unë pyeta kush ishte. Ai thjesht qeshi dhe tha, dikush që e di të vërtetën. Dhe pastaj mbyllet telefoni. Ajo nuk ishte e vetmja që mori një telefonat të tillë. Në ato ditë të fundit, shumë nga njerëzit që ishin të përfshirë në proces morën kërcënime të ngjashme. Disa ishin të drejtpërdrejta, kërcënime fizike kundër tyre ose familjeve të tyre. Të tjera ishin më të holla, në nënkuptime se karrierat e tyre do të shkatërroheshin, se sekretet e tyre do të ekspozoheshin, se reputacionet e tyre do të njolloseshin. Por asnjë prej tyre nuk u tërhoq. Pse? Këshilltarja juridike ka një përgjigje të thjeshtë. Sepse ne e kuptuam se nëse ne tërhiqeshim, ne do të jetonim me turpin e asaj zgjedhjeje për pjesën tjetër të jetës sonë. Dhe kjo ishte më e keqe se çdo kërcënim që ata mund të na bënin. Por kishte edhe një arsye tjetër pse ata nuk u tërhoqën, besimi i tyre te Sabri Godo. Të gjithë antarët e mbrojtësve të fundit flasin për Godën me një respekt që është pothuajse mistik.
Ata e përshkruajnë atë si një njeri që kishte një aftësi të rrallë për të parë përtej momentit, për të kuptuar se çfarë ishte vërtet e rëndësishme, për të frymëzuar njerëzit të besonin në diçka më të madhe se vetja e tyre. Ai kishte një mënyrë të bënte të ndjeheshe se ti ishe pjesë e diçkaje historike, thot këshilltarja. Ai të bënte të besoje se puna që ti po bëje do të kujtohej për gjenerata. Dhe kjo ishte e fuqishme, shumë më e fuqishme se çdo kërcënim që dikush mund të na bënte. Por a ishte kjo frymëzim i shëndetshëm? Apo ishte ajo një formë e manipulimit? Këto janë pyetje që edhe anëtarët e grupit i bëjnë vetes edhe sot. Sepse duke parë prapa, ata kuptojnë se Godo kishte një aftësi të jashtëzakonshme për të kontrolluar perceptimin e njerëzve, për t'i bërë ata të shihnin gjërat në mënyrën që ai donte që ata t'i shihnin. Dhe ndërsa kjo aftësi ishte e dobishme për të arritur qëllimet e tij, ajo ngrinte edhe pyetje për natyrën e leadershipit të tij. A ishte ai një vizionar që frymëzonte njerëzit? Apo ishte ai një manipulator që i përdorte njerëzit për qëllimet e tij? Ndoshta ai ishte të dyja. Ndoshta kjo është e vërteta më e vështirë për t'u pranuar, se leadershipi i vërtet kërkon një kombinim të frymëzimit dhe manipulimit, të sinqeritetit dhe strategjisë, të idealizmit dhe pragmatizmit. Dhe ndoshta sabri i Godo e kuptoi këtë më mirë se kushdo tjetër. Ai e dinte se për të ndërtuar diçka të qëndrueshme, ai kishte nevojë për njerëz që besonin në vizionin e tij. Por ai e dinte gjithashtu se besimi i verbër nuk mjaftonte, se ai kishte nevojë për njerëz që ishin të gatshëm të bënin zgjedhje të vështira, të merrnin rreziqe, të sakrifikonin komoditetin e tyre për një qëllim më të lartë. Dhe mbrojtësit e fundit ishin pikërisht këta njerëz. Ata nuk ishin pasues të verbër. Ata ishin individ të pavarur që kishin zgjedhur të besojnë në vizionin e Godës, sepse ata e shihnin atë si rrugën e vetme përpara. Dhe kur erdhi momenti i vërtetës, kur ata duhej të vendosnin nëse do të qëndronin pranë tij apo do të tërhiqeshin, ata zgjodhen të qëndronin. Jo sepse ata ishin të frikësuar nga pasojat e tërheqjes, por sepse ata besonin se ajo që ata po ndërtonin ishte më e rëndësishme se çdo rrezik personal që ata mund të përballeshin. Në 28 tetor 198, kur kuvendi votoi për kushtetutën e re, mbrojtësit e fundit ishin atje, duke vëzhguar, duke pritur, duke shpresuar. Dhe kur rezultati u shpall, 123 vota pro, ata e dinin se puna e tyre kishte qenë e suksesshme. Por ata e dinin gjithashtu se kjo ishte vetëm fillimi. Sepse ndërtimi i një strukture është e lehtë. Ndërtimi i një kulture është shumë më e vështirë. Dhe kjo do të ishte puna e gjeneratave që do të vinin pas tyre. Sot, më shumë se 25 vjet pas asaj dite historike, mbrojtësit e fundit shikojnë prapa me ndjenja të përziera. Ata janë krenar për atë që arritën. Por ata janë gjithashtu të zhgënjur nga disa nga zhvillimet që kanë ndodhur që atëherë. Ata shikojnë se si sistemi që ata ndihmuan të ndërtojnë është shtrembëruar në disa mënyra, se si parimet që ata luftuan për to janë komprometuar, se si vizioni që ata ndan me sabri Godën është realizuar vetëm pjesërisht. Por ata nuk pendohen. Sepse ata e dinë se pa punën e tyre, gjërat do të ishin shumë më keq. Dhe kjo, për ta, është mjaft. Në sejfin personal të sabri Godës u gjet një listë e shkruar me dorë. Nuk ishte një listë blerjesh, por një listë ekzekutimi. 15 emra të gjeneralëve dhe të afërmve që duhej të eliminoheshin pas festave. Kjo copë letre shpjegon gjithçka. Kur gjeneralet pan listën, ata kuptuan, ose ai, ose ne. A ishte tradhtia e tyre një akt heroizmi apo thjesht një luftë e dëshpëruar për mbijetesë? Por kjo nuk është historia që ju mendoni se është. Sepse lista nuk ishte e sabri Godës. Ishte një dokument që ai kishte gjetur, një dokument që zbulonte se dikush brenda rrethit të tij po planifikonte diçka të tmerrshme. Dhe kur ai e zbuloi këtë, ai kuptoi se ai kishte vetëm dy zgjedhje: të ekspozonte tradhtarin dhe të rrezikonte shkatërimin e gjithë procesit, ose të vepronte në heshtje dhe të sigurohej se tradhtari nuk do të kishte kurrë mundësinë të realizonte planin e tij. Ai zgjodhi të dytën. Por çmimi i kësaj zgjedhjeje ishte më i lartë se sa ai kishte imagjinuar. Kush ishte tradhtari? Çfarë po planifikonte ai? Dhe si arriti Godo ta ndalonte atë pa shkatëruar gjithçka që ai kishte ndërtuar? Për të kuptuar këtë histori, ne duhet të kthehemi në gusht 198, një muaj para votimit final.
Sabri Godo kishte filluar të vërente gjëra të çuditshme, takime që ndodhnin pa dijenin e tij, biseda që ndërpriteshin kur ai hynte në dhomë, shikime që shkëmbeheshin midis njerëzve që ai kishte menduar se ishin aleat të tij. Në fillim, ai injoroi këto shenja. Ai mendoi se ishte thjesht paranoja e tij, rezultat i stresit dhe lodhjes. Por pastaj ndodhi diçka që e bëri atë të kuptonte se diçka serioze po ndodhte. Një mbrëmje, ndërsa po punonte vonë në zyrën e tij, Godo dëgjoi zëra që vinin nga një dhomë ngjitur. Ai u afrua në heshtje dhe dëgjoi. Ajo që ai dëgjoi e ngriu gjakun. Dy njerëz, të dy antar të rrethit të tij të brendshëm, po diskutonin për një plan për të sabotuar votimin. Ata po flisnin për mënyra për të siguruar që kushtetuta të mos kalonte, për mënyra për të shkatëruar reputacionin e Godës, për mënyra për të marrë kontrollin e procesit për veten e tyre. Godo nuk mund ta besonte atë që po dëgjonte. Këta ishin njerëz që ai kishte besuar, njerëz që ai kishte menduar se ndanin vizionin e tij. Por tani ai po zbulonte se ata kishin një agjend tjetër. Ai nuk u përball me ta menjëherë. Në vend të kësaj, ai filloi të hetonte në heshtje. Ai filloi të vëzhgonte kujdesisht se kush po fliste me kë, kush po shkëmbente informacione, kush po vepronte në mënyra të dyshimta. Dhe ngadalë, ai filloi të zbulonte një rrjet tradhtie që ishte shumë më i gjerë se sa ai kishte imagjinuar. Nuk ishin vetëm dy njerëz. Kishte të paktën 5, ndoshta më shumë, që ishin të përfshirë në këtë komplot. Dhe qëllimi i tyre nuk ishte thjesht të sabotojnë kushtetutën. Ishte të merrnin kontrollin e gjithë procesit, të eliminonin Godën dhe aleatët e tij më besnik, dhe të ndërtonin një sistem që do t'i shërbente interesave të tyre. Godo ishte në një pozitë të vështirë. Nëse ai ekspozonte komplotin publikisht, ai do të shkatëronte besimin që ai kishte ndërtuar me kaq mund. Ai do të bënte që njerëzit të dyshonin për të gjithë ata që ishin të përfshirë në proces. Ai do të jepte municion për ata që donin të shihnin procesin të dështonte. Por nëse ai nuk vepronte, tradhtarët do të kishin mundësinë të realizonin planin e tyre. Dhe pasojat e kësaj do të ishin katastrofike. Ai vendosi të vepronte në heshtje. Ai filloi të izolonte tradhtarët pa e bërë të dukshme se çfarë po bënte. Ai filloi t'u jepte atyre informacione të rreme për të parë se si ata do t'i përdornin ato. Ai filloi të ndryshonte planet e tij në mënyra që do t'i bënin planet e tyre të padobishme. Dhe ai filloi të ndërtonte një rrjet alternativ njerëzish që ai mund t'i besonte plotësisht, mbrojtësit e fundit që ne diskutuam më parë. Por pjesa më e vështirë e planit të tij ishte të gjente provën që ai kishte nevojë për të ekspozuar tradhtarët në momentin e duhur. Ai kishte nevojë për diçka konkrete, diçka që nuk mund të mohojë, diçka që do t'i bënte ata të heshnin përgjithmonë. Dhe ai e gjeti atë në një vend që ai nuk e kishte pritur, në arkivat e veta. Një natë, ndërsa po shqyrtonte dokumentet e tij, Godo gjeti një dosi që ai nuk e kujtonte se e kishte parë më parë. Brenda saj ishte një lista që ne përmendëm në fillim të këtij kapitulli. Por lista nuk ishte e tij. Ishte një dokument që dikush kishte fshehur në arkivat e tij, ndoshta me qëllim që ta inkriminonte atë nëse gjërat shkonin keq. Lista përmbante emrat e njerëzve që tradhtarët planifikonin të eliminonin jo fizikisht, por politikisht. Ishin njerëz që ata shihnin si pengesa për planet e tyre, njerëz që duhej të hiqeshin nga rruga. Kur Godo e pa këtë listë, ai kuptoi se ai kishte provën që ai kishte nevojë. Por ai kuptoi gjithashtu se nëse ai e përdorte atë provë publikisht, ai do të ekspozonte jo vetëm tradhtarët, por edhe veten. Sepse lista ishte gjetur në arkivat e tij dhe njerëzit do të pyesnin, si arriti ajo atje? Pse ai nuk e raportoi atë menjëherë? Çfarë tjetër po fshinte ai? Prandaj ai vendosi të përdorte listën në një mënyrë tjetër, si një mjet presioni privat. Ai thiri një takim me tradhtarët kryesor. Ai nuk u tha se çfarë ai dinte. Ai thjesht u tregoi listën dhe u tha, unë e di se çfarë po planifikoni. Dhe unë kam provën. Tani ju keni dy zgjedhje. Ju mund të tërhiqeni në heshtje dhe të mos përpiqeni kur më të sabotoni këtë proces. Ose unë mund ta bëj këtë publike dhe ju të gjithë do të shkatëroheni. Tradhtarët ishin të shokuar. Ata nuk e kishin pritur se Godo do të zbulonte planin e tyre. Dhe ata sigurisht nuk e kishin pritur se ai do të kishte provë. Ata u përpoqën të mohonin, të shpjegonin, të justifikonin. Por Godo nuk dëgjoi. Ai thjesht tha, vendosni tani.
Unë nuk kam kohë për lojra. Ata zgjodhen të tërhiqeshin. Ata ranë dakord të mos përpiqeshin më të sabotojnë procesin. Ata ranë dakord të mbështesnin votimin. Dhe ata ranë dakord të mos flisnin kur për këtë incident. Në këmbim, Godot premtoi se ai nuk do ta ekspozonte ata publikisht. Ai do ta mbante sekretin e tyre, ashtu siç ai kishte mbajtur kaq shumë sekrete të tjera. Por ai u bëri të qartë se nëse ata thyenin premtimin e tyre, ai do të vepronte pa mëshirë. Kjo ishte tradhtia që Godot përjetoi, jo një tradhti që e shkatërroi atë, por një tradhti që ai arriti ta menaxhonte, ta kontrollonte, ta përdorte për qëllimet e tij. Dhe kjo ishte gjithashtu sekreti që ai mbajti deri në fund, sekreti se brenda rrethit të tij kishte pasur njerëz që kishin përpiqur ta shkatërronin atë, por që ai kishte arritur t'i neutralizonte pa shkatëruar gjithë procesin. Ishte një triumf i heshtur, një fitore që askush nuk e dinte, një akt heroizmi që nuk u festua kurrë. Por çmimi i kësaj fitoreje ishte i lartë. Godot humbi besimin e tij në njerëzit. Ai u bë më i dyshimt, më i izoluar, më i vetmuar. Ai e kuptoi se edhe ata që dukeshin më besnik mund të kishin agjenda të fshehura. Ai e kuptoi se në politik nuk ka miq të vërtet, ka vetëm aleat të përkohshëm. Dhe ai e kuptoi se çmimi i ndërtimit të diçkaje të madhe është shpesh humbja e diçkaje personale, besimi, misia, paqja e brendshme. Kjo është arsyeja pse Godot u tërhoq nga jeta publike pas miratimit të kushtetutës. Jo sepse ai ishte i lodhur, megjithse ai ishte. Jo sepse ai ishte i sëmur, megjithse ai ishte. Por sepse ai kishte humbur besimin e tij në procesin që ai kishte ndihmuar të ndërtonte. Ai kishte parë anën e errët të politikës, tradhtin, manipulimin, egoizmin. Dhe ai nuk donte më të ishte pjesë e saj. Ai donte të jetonte në paqe, të shkruante, të reflektonte, të përpiqej të kuptonte se çfarë kishte arritur dhe çfarë kishte humbur në proces. Por edhe në tërheqjen e tij, ai nuk e harroi kurrë detyrën e tij. Ai vazhdoi të monitoronte situatën. Ai vazhdoi të jepte këshilla kur i kërkoheshin. Ai vazhdoi të shpresonte se sistemi që ai kishte ndihmuar të ndërtonte do të mbijetonte dhe do të forcohej. Dhe ai vazhdoi të mbante sekretet që ai kishte premtuar se do t'i mbante, sekretet që nëse zbuloheshin do të mund të shkatërronin gjithçka që ai kishte punuar për të ndërtuar. Kjo është trashëgimia e sabrit i Godës, një trashëgimi e ndërlikuar, e kontradiktore, e vështirë për t'u kuptuar plotësisht. Ai ishte një hero që bëri gjëra heroike. Por ai ishte gjithashtu një njeri që bëri kompromise të dhimbshme, që mbajti sekretet e errëta, që jetoi me barën e vendimeve që ai dinte se historia mund t'i gjykonte ashpër. Ai ishte një vizionar që pa përtej momentit. Por ai ishte gjithashtu një pragmatist që kuptoi se idealizmi i pastër nuk mjafton, se për të ndërtuar diçka të qëndrueshme, ndonjëherë duhet të përdorësh mjete që nuk janë të pastra. A ishte ai i drejtë? A justifikonte qëllimi mjetet? A ishin sekretet që ai mbajti të nevojshme për të mbrojtur procesin? Apo ishin ato thjesht mënyra për të fshehur gabime dhe marrëveshje të turpshme? Këto janë pyetje që secili prej nesh duhet t'i përgjigjet për veten. Por ajo që është e qartë është se sabri i Godot jetoi dhe vdiq duke besuar se ai kishte bërë gjën e duhur. Dhe ndoshta kjo është gjithçka që ne mund të kërkojmë nga heronjtë tanë, jo që ata të jenë të përsosur, por që ata të jenë të sinqertë në besimin e tyre, të vendosur në qëllimin e tyre, dhe të gatshëm të sakrifikojnë gjithçka për atë që ata besojnë se është e drejtë. Pas miratimit të kushtetutës së 198, Shqipëria hyri në një periudhë relativisht të qëndrueshme. Sistemi politik që sabri i Godot kishte ndihmuar të ndërtohej funksionoi, jo në mënyrë të përsosur, por mjaftueshëm mirë për të parandaluar kthimin në kaos. Partitë politike mësuan të bashkëjetonin, edhe kur ato nuk pajtohen. Institucionet demokratike u forcuan ngadalë. Dhe vendi filloi të ecte përpara, hap pas hapi, drejt një të ardhmeje më të ndritur. Por çmimi i kësaj stabiliteti ishte i lartë. Shumë nga njerëzit që kishin punuar për të ndërtuar sistemin u larguan nga jeta publike, të lodhur, të zhgënjur, të shkatëruar nga përvojat e tyre. Disa prej tyre, si sabri i Godot, u tërhoqën në heshtje, duke mbajtur sekretet e tyre deri në fund. Të tjerë u përpoqën të flasin, por zërat e tyre u injoruan ose u shtrembëruan. Dhe disa thjesht u harruan, emrat e tyre të fshirë nga historia zyrtare, kontributet e tyre të panjohura nga gjeneratat e reja. Sabri i Godot jetoi ende 11 vjet pas miratimit të kushtetutës. Ishin vite të qeta, por jo të lumtura.
Ai shkroi, ai mësoi, ai u përfshi në projekte kulturore. Por ai nuk gjeti kur paqen që ai kërkonte. Ai jetoi me barën e sekreteve që ai kishte mbajtur, me dyshimin se ndoshta ai kishte bërë kompromise që nuk duhej i kishte bërë, me frikën se trashëgimia e tij do të keqkuptohej ose do të harohej. Në vitet e fundit të jetës së tij, ai u bë gjithnjë e më i izoluar. Ai takohej me pak njerëz. Ai fliste rrallë për të kaluarën. Ai dukej si një njeri që po priste diçka, ndoshta vdekjen, ndoshta faljen, ndoshta thjesht fundin e një udhëtimi të gjatë dhe të lodhshëm. Kur ai vdiq në vitin 2011, reagimi publik ishte i ndarë. Disa e përshkruan atë si një hero kombëtar. Të tjerë ishin më skeptik. Por pothuajse të gjithë ranë dakord se ai kishte luajtur një rol të rëndësishëm në një moment kritik të historisë. Tradhtarët që Godot kishte ekspozuar dhe neutralizuar vazhduan të jetonin jetët e tyre. Disa prej tyre u larguan nga politika. Të tjerë vazhduan duke luajtur role më të vogla, duke mbajtur profil të ulët. Asnjë prej tyre nuk foli kur publikisht për atë që kishte ndodhur. Ata mbajtën sekretin e tyre, ashtu siç Godot kishte mbajtur sekretin e tij. Dhe kështu, e vërteta e plot për atë që ndodhi gjatë atyre muajve kritik të 198 mbeti e varrosur, e njohur vetëm nga një rreth i ngushtë njerëzish që zgjodhen të heshtnin. Por sekretet nuk mbeten të varrosura përgjithmonë. Ngadalë, me kalimin e viteve, copëzat e së vërtetës filluan të dalin në sipërfaqe. Njerëz që kishin qenë atje filluan të flasin, në fillim në heshtje, pastaj më hapur. Dokumente që kishin qenë të fshehura filluan të zbulohen. Dhe historia filloi të rishkruhet, jo për ta shkatëruar trashëgiminë e Sabri Godës, por për ta kuptuar atë në kontekstin e plot të kohës dhe rrethanave në të cilat ai veproi. Sot, më shumë se një dekadë pas vdekjes së tij, ne jemi në një pozitë më të mirë për të vlerësuar kontributin e Sabri Godës. Ne mund të shohim se ai nuk ishte as hero i përsosur që disa e përshkruajnë, as manipulator i ftohtë që të tjerët e akuzojnë. Ai ishte një njeri i ndërlikuar që jetoi në kohë të ndërlikuara dhe që bëri zgjedhje të vështira që kishin pasoja të ndërlikuara. Ai ndërtoi diçka të rëndësishme, një sistem që, me të gjitha të metat e tij, ka lejuar Shqipërinë të ecë përpara. Por ai e bëri këtë duke bërë kompromise që ishin të dhimbshme, duke mbajtur sekrete që ishin të errëta, duke jetuar me barë që ishte e rëndë. Por ka ende një pyetje që mbetet pa përgjigje, një pyetje që ndoshta nuk do të ketë kurrë një përgjigje të plotë. Çfarë ishte në ato 5 faqe që mungojnë nga arkivat? Çfarë shkroi Sabri Godot në ato faqe që dikush vendosi se nuk duhej të ekzistonin kurrë? A ishin ato detajet të marrëveshjes së fshehtë që ai negocioi? A ishin ato emrat e tradhtarëve që ai ekspozoi? A ishin ato reflektime personale që ai nuk donte që askush t'i lexonte? Apo ishin ato diçka krejtësisht tjetër, diçka që ne as nuk e kemi imagjinuar ende? Ndoshta ne nuk do ta dimë kurrë. Ndoshta ato faqe u shkatëruan për një arsye të mirë, për të mbrojtur njerëz që ende janë gjallë, për të ruajtur një sistem që ende funksionon, për të parandaluar që e vërteta të bëhet më e dhimbshme se sa dobishme. Ose ndoshta ato ende ekzistojnë diku, duke pritur të zbulohen nga dikush që ka guximin dhe vendosmërinë për t'i kërkuar ato. Çfarë mendoni ju? A duhet ne të vazhdojmë të kërkojmë të vërtetën, pavarësisht se sa e dhimbshme mund të jetë ajo? Apo ka momente kur fshehtësia është më e mirë se transparenca? A ishte Sabri Godot një hero që shpëtoi Shqipërinë nga kaosi? Apo ishte ai një manipulator që ndërtoi një sistem të bazuar në marrëveshje të fshehta dhe kompromise të dyshimta? Ndoshta ai ishte të dyja. Ndoshta kjo është mësimi më i rëndësishëm që ne mund të mësojmë nga historia e tij, se heronjtë real nuk janë kurrë të përsosur, se ndërtimi i diçkaje të madhe kërkon shpesh kompromise që janë të dhimbshme, se e vërteta është gjithmonë më e ndërlikuar se sa ne dëshirojmë ta pranojmë. Historia e Sabri Godës nuk ka përfunduar. Ajo vazhdon të jetojë në sistemin që ai ndihmoi të ndërtojë, në njerëzit që ai frymëzoi, në pyetjet që ai la pas. Dhe ndoshta kjo është trashëgimia më e madhe që ai mund të kishte lënë, jo përgjigje të qarta, por pyetje të rëndësishme që na detyrojnë të mendojmë, të reflektojmë, të vlerësojmë se çfarë do të thotë të ndërtosh një kombë, të luftosh për paqe, të jetosh me integritet në një botë që shpesh kërkon kompromis. Stimaj telespektatori, nëse keni ndjekur këtë histori tragjike deri në fund, shkruani në komente nga cili qytet jeni. Na është e rëndësishme të dimë se ku Sabri Godot ende kujtohet. Dhe abonohuni në kanal për të mos humbur të vërtetën për idhujt e historisë.